Miqtë Top Channel, mirë dita, mirë se vini në Shqipëria Live, do t'jemi së bashku në 2 orët në vijim. Kush është Kimberly Guilfoyle, njeriu më i komentuar i momentit në Greqi, por duket se edhe në Shqipëri. Kjo për shkak të shfaqjes së saj të papritur, pa protokoll, në një takim jo zyrtar me kryeministrin Edi Rama në kryeministri. Nuk do të kishte asgjë që nuk shkon për faktin që një ambasadore e Shteteve të Bashkuara në Greqi të takohet me kryeministrin Rama. Por luku i saj ka bërë që të gjithë të pyesin se cila është Kimberly dhe në fakt është një personazh shumë i afërt i presidentit Donald Trump, e cila vizitojnë në mbrëmjen e të mërkurës kryeministrin Rama. Të roqi vëmendje për shkak të veshjes, fustanit shumë të shkurtër, takave që nuk është se jemi mësuar të shohim në vizita me persona, ambasador të niveleve të larta, në momentet që kryejnë takime e vizita në kryeministrinë, sidomos në tonën. Megjithatë, duket se Kimberly është një figurë mjaft e njohur për ekstravagancën, për të shkuarën e saj në politikë dhe në biznes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është videoja për cilën po ju tregoja. Në mbrëmjen e së mërkurës, e xhiruar me një celular, është momenti kur ajo ka zbritur nga automjeti dhe është pritur nga kryeministri Rama. Më lejoni t'ju them që nuk është shoqëruar as nga garda, as nga trupa diplomatike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës këtu në Tiranë, por ka mbërritur atje vetëm për të takuar kryeministrin. Se çfarë është folur, çfarë është diskutuar, etj me radhë do të flasim në vijim, por më lejoni të theksoj një detaj. Në datën 14 shkurt ka qenë kryeministri Rama, i cili ka udhëtuar për të takuar me të në Greqi dhe fill pas kësaj ka ardhur ftesa për në bordin e paqes. Çfarë roli ka pasur vet ambasadorja? Eugina Sotiri është me mua në studio. Faleminderit Eugina. Të bëri dhe ty përshtypje, kam përshtypjen, a? Patjetër. Video, momenti, veshja. E gjithë ekstravaganca dhe figura e ambasadores, në fakt, në një pamje të parë të duket pikërisht në një stil trampian, atipik nga ajo që ne kemi mësuar deri më tani në figurën e një diplomati, pa protokolle diplomatike, pa etiketa që ne kemi parë me kostumet, me këmishat. Mund themi që është një stil shumë ndryshe, një stil më afër edhe personit të saj, vjen nga media, vjen nga biznesi, po aq ka dhe një karizëm si ish prokurore në distriktin e saj, ndaj mund themi që vetë fakti që është shumë afër dhe vetë administratës së Trumpit dhe presidentit Trump e bën që të jetë ashtu sikur se quhet edhe në Greqi gruaja e hekurt, me dorë të hekurt, pikërisht për këtë stilin e saj, të drejtë për drejtë i gjithmonë transparent. Kozeta Turishta nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Flogert Muça na dëgjojnë në këto momente. Mirëdita të dyve, faleminderit për kohën. Përshëndetje. E di mendimin që mund të ketë Flogerti për Kimberly, kështu që po e nis me ty Kozeta, pastaj do dalë tek rëndësia e vizitës me Ramën. Ndjes nëse ju jeni mësuar në Amerikë, ne nuk kishim parë ndonjë njeri me taka aq të larta të takonte kryeministrin. Më thuaj pak, kush është Kimberly? Po, patjetër. Jo, në vërtet edhe këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pak a shumë është disi e çuditshme, do thoja unë, megjithatë ndoshta preferencë personale dhe unë personalisht nuk e gjykoj as pak. Megjithatë unë do bëj një përmbledhje të biografisë së saj se kush është ajo për sa i përket karrierës, por edhe jetës personale. Kimberly Guilfoyle, tashmë siç e dim, është një diplomate amerikane, është një yll i televizionit amerikan, një media personality, është gjithashtu siç e tha dhe zonja në studio, një ish prokurore e suksesshme në shtetin e San Franciscos, ka shërbyer për të paktën 8 vite me radhë, është një këshilltare, një ndër këshilltaret kryesore të presidentit Donald Trump për gjatë fushatës elektorale në vitin 2020. Është e lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me 2 prindër emigrant, nëna portorikane ndërsa babai irlandez. Ka një karrierë të suksesshme si prokurore deri në vitin 2004, deri në atë vit ku ajo në fakt vendos që të shkojë në New York City dhe të vazhdoi për herë të parë karrierën e saj televizive në ABC News si opinioniste dhe analiste e çështjeve ligjore. Më pas i bashkohet kanalit më të madh televiziv Fox News në një ndër emisionet më të ndjekura, siç është emisioni i pasdites The Five në Fox News. Atje ajo mori e gjithë vëmendjen dhe korri një sukses të jashtëzakonshëm për sa i përket këtij orari, fashëjo orari në Fox News.
Trump gjithashtu, si Dorela e quan një mike të ngushtë të familjes, edhe një aleat e besnike Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Trump vete ka thënë, për këtë arsye unë vendos që ta emroj si ambasadore në Greqi, sepse jam shumë i sigurt që do bëj një punë të shkëlqyer. Guilfoyle ka, përsa i përket jetës personale, ajo ka qenë martuar nga viti 2001 deri në vitin 2006 me guvernatorin asaj kohe të San Franciscos Newsom, Gavin Newsom, pra ka qenë edhe zonja e parë San Franciscos, ndërkohë ai është guvernatori aktual i Kalifornisë, ka pasur dhe një martesë të dytë, në fakt nga ku ka edhe një djalë, ndërsa nga viti 2020 deri në vitin 2024, Guilfoyle ka qenë, siç e dim tashmë botërisht, e fejuar me djalin e presidentit aktual Donald Trump Jr. Pak a shumë, kjo është edhe biografia e saj, për arsye sepse në 8 vitet e fundit Guilfoyle nuk ka qenë pothuajse aktive fare përsa i përket botës së medias, sepse në vitin 2018 ajo ka vendosur të largohet nga kanali televiziv Fox News, dhe përveç faktit që ka qenë e fejuar me djalin e Donald Trump dhe aktivizmit të saj si mbështetëse politike në Partinë Republikane, nuk ka pasur ndonjë rol tjetër, vetëm doja ta theksoja fjalimin e saj të bujshëm që mbahet mend në konventen kombëtare republikane në vitin 2020. Pse ka tërhequr aq shumë vëmendje në atë fjalim dhe sa mbështetëse e flaktë Donald Trump ka qenë? Pa diskutim, jo vetëm si e fejuara e djalit të Donald Trump, por është edhe një mik përpara se këta të dating, pra të dilnin bashkë me njëri tjetrin, të njiheshin me njëri tjetrin me djalin e Donald Trump. Guilfoyle ka pasur një marrëdhënie shumë të mirë edhe miqësore me Donald Trump, edhe përpara se bashkoheshin me të birin, ajo gjithmonë e ka mbështetur Donald Trump. Qartë, interesante, edhe mënyra se si ka nisur çdo gjë në karrierën e saj për ta arritur. Në 2024 ka përfunduar marrëdhënien me djalin e Donald Trump, por ka përfunduar. Ka vijuar të ketë një marrëdhënie të shkëlqyer me familjen Trump, aq sa në momentin që Donald Trump bëhet për herë të dytë president, ta caktoi një nga të parat faktikisht që ka dërguar dhe emëruar ambasadore në Greqi. Gruaja e parë ambasadore amerikane në Greqi. Interesante, dhe në Greqi ishte duke bërë namin, po do kemi lidhje direkte nga Greqia pastaj dhe të kuptojmë se pse ka tërhequr aq shumë vëmendjen, kur ti kemi gati regjia më njoftoni. Flogert, të lutem, më bëj një koment të videos. Çfarë mendove kur pe këtë video? I fortë është ky Rama. Jo, mendova kush është kjo, fillimisht. Jo. Kush është kjo, e morëm vesh pra se doli lajmi që ambasadorja e SBA-ve në Athinë takon kryeministrin Rama. Pastaj thash i fortë është, në kuptimin duke ditur pra gjithë afrimitetin e saj me presidentin e SBA-ve dhe fuqinë e saj politike, nëse mund ta themi kështu, dhe pastaj takimi pa asnjë lloj protokolli, pa asnjë lloj shoqërimi as nga ambasada amerikane, në çdo kuptim dhe në çdo kumtim që ti mund të bësh dhe analizë në daç diplomatike, në daç komunikative e të gjitha me radhë, ajo që në përfundim del qartë është që në këtë takim kaq informal ka një arsye shumë të thjeshtë pse ndodhin, ose ka një tregues kur ndodhin të kësaj natyre, që është kanali direkt politik që në një farë mënyre, në këtë rast Rama, po mund të ishte kushdo, ka me një përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Takim informal, por mënyra se si u paraqit, pra nuk e thash pa qëllim në krye të programit, që nuk kishte një lloj shoqërimi nga ana e amerikanëve që ne kemi në Shqipërinë ambasadën tonë këtu. Pastaj mënyra se sa sportive ose ekstravagante u paraqit me taka shumë të larta, me minifund dhe tjera me radhë. Është kodaj, si Dorela, ajo është strategji komunikimi e mirëfillt. Pra askush nga ne, të paktën ne të katërt jo, se unë ndje mirë sot se jam mes 3 zonjave, nuk mund të mendoj që ajo nuk di të vishet në mënyrë protokollare me ngjyrat neutrale të errta e mthetash. Absolutisht jo. Pra ajo është një strategji e mirëfillt komunikimi për të rrokur vëmendjen, është një soft power që amerikanët po e përdorin në mënyrë të jashtëzakonshme. Ajo sigurisht edhe personalizon pak diplomacinë duke bërë dhe një PR të fortë për veten, po më shumë se ajo, mos harro,
janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe është ambasadorja që praktikisht në thonjza mund të themi që mbulon edhe Shqipërinë, edhe Malin e Zi, edhe Serbinë, edhe Kosovën, sepse në asnjë nga këto vende nuk ke ambasador të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por mos harrosi Dorela, dhe këtë në daç me literaturë, në daç me diplomat, komuniko me këtë duash në momentin që një person i fuqishëm politik, siç është zonja në fjalë, takon këdo lider politik në mënyrë kaq informale, tregon që ai që takon këtë zonjë në këtë rast, që në këtë rast është Rama, ka një lloj kanali direkt, ka thyrje të protokolleve në kuptimin nuk është formale, por është një fuqi politike që në një farë mënyre i intereson në këtë rast kryeministrit Rama, ndërsa veshja e saj është edhe për të treguar një lloj se është pak paradoksale, se ajo është konservatore, po ndërkohë sillet si e kundërta. Ka qenë edhe jo konservatore në të shkuarën, kështu që... Jo, konservatore si parti politike, po them. Pra, dhe ajo, të gjitha këto, i ka pjesë të thyrjes së diplomacisë tradicionale, por mos harro se ambiguiteti është një instrument PR-i i jashtëzakonshëm. Që do të thotë, fakti që ajo vishet ashtu dhe bën takime të kësaj natyre tërësisht informale pa asnjë lloj komunikimi, është një strategji komunikimi për të na lënë neve dhe këdo tjetër të themi çfarë të duan, ama të flasim për të. Kjo është e rëndësishme dhe kjo ju intereson të dy atyre njerëzve që janë të përqafuar aty në krahun tim të djathtë. Qëndro me mua, Flogër, se kam edhe 2-3 pyetje që lidhen me politikën pastaj edhe me qëndrimet amerikane në Shqipëri, po. Do shojmë edhe një tjetër fotot me ndihmën e regjisë, më thuaj pak çfarë mendon kur e sheh. Sa po e pash, në fakt, se Dorela, t'jemi sinqert, fillova direkt të bëja një search online dhe duhet thënë që e gjithë fushata e saj e komunikimit jo verbal ishte në këtë format. Madje edhe më bëri përshtypje edhe në pritjet edhe festat që ishin në nder të saj apo dhe të vetë ambasadës, ambasadorja kishte një veshje shumë feminile dhe shumë të bukur për të parë, pse jo? Kundrejt asaj veshjes formale pak burrërore, ku kishte tantellat, veshje transparente, gjë që janë patjetër një gjë e bukur për të parë. Pse jo, dhe një formë komunikimi se si ajo ka vendosur të shpreh veten përpos këtij fuqisë së madhe. A kërkon që me veshjen të tregoj takimi është miqësor, nuk është ai zyrtari, protokollari? Patjetër, ky është një takim miqësor, është një takim ndërpersonal mes dy individëve që kanë role politike, por nga ana tjetër kanë, me sa duket, dhe një miqësi mes tyre. Duhet thënë që çdo lëvizje që ambasadorja e një vendi bën apo këdo që qoftë formalisht apo jo informalisht, patjetër përmban mesazhe politike në vetvete dhe është dhe një qasje, ndoshta do thoja unë, jo formale dhe pak më e zbutur për të ardhur tek qytetarët mesazhi që marrëdhëniet mes këtyre dy vendeve janë mjaft të ngrohta pozitive në vetvete, duke patur parasysh dhe gjithë gjullurdin që po bëhej në këto ditë. Unë në fakt do ta shikoja pikërisht si një mekanizëm narrative përmbysëse, pra ne kemi parë gjithmonë këtë frikën apo narrativën që SBA-ja ka braktisur Shqipërinë, ka një marrëdhënie jo pozitive me leadershipin apo me forcën politike në pozitë, dhe këto takime bëjnë të kuptosh komplet të kundërtën, dhe duhet kuptojmë që për audiencën jo të gjithë janë gazetarë, jo të gjithë janë ekspert, analist, politikan, dhe nuk mund t'i kuptojnë këto mekanizma. Të kushtonim këto minuta kësaj vizite. Përpos faktit që në perceptimin e çdo shumicës së shqiptarëve, se nuk dua t'i fus të gjithë në një thes, mund të kenë thënë që shkjo tani me këto taka shkon takon kryeministrin Rama kështu në këto orë të mbrëmjes etj me radhë një përqafim, pra është çdo gjë shumë miqësore. Nuk dua t'i vë emër tjetër. Kanë komentuar në rrjet takat, veshjen, takimin, përqafimin, çdo gjë tjetër. Këto minuta po i dedikojmë për të folur për një zonjë e cila konsiderohet
ambasadorja e hekurt në Greqi. Pikërisht. Pra një gjë ka bërë në jetën e saj që është aty ku është, dhe fakti që politikat e shteteve pasi ajo i viziton ndryshojnë, tregon që ka një rol në politikë. Qasja e saj është mjaft e hekurt, ashtu sikurse edhe ju e thatë dhe në mediat greke flitet. Është një ambasadore e cila ka një vëmendje dhe fokus të veçantë tek biznesi dhe tek, le të themi, rritja e mundësive ekonomike me cila do të përfitojë SBA-ja. Dhe duhet thënë që kjo është një qasje të cilën Donald Trump e ka shumë për zemër, aty ku bëhet biznes dhe ku Amerika apo familja e tij përfiton, për të është pozitive. Dhe ndaj dhe personaliteti i saj shihet në këtë lupë edhe në Greqi, duke qenë se i ka dhënë shumë vëmendje incentivave dhe sipërmarrjeve. Vetë ajo është një sipërmarrëse dhe një biznesmene, ndaj e ka dhe këtë qasje. Ja të dëgjoj pak Edmond Gurin, jam shumë kurioze. Guri, Mirdita, pse konsiderohet si zonja e hekurt e diplomacisë atje në Greqi? Ç'është gjithë ky respekt që ka ndaj saj? Përshëndetje nga Athina. Kimberly është një person VIP me kuptimin e fjalës fjalës, person i cili vjen nga rangu i ngushtë i Donald Trump, pjeshë e tij e ngushtë prej vitesh, një person i cili ka shumë dimensione, person nga modelingu, një person i biznesit me studime në fushën e drejtësisë, një avokat e suksesshëm në Amerikë, por edhe shumë e suksesshme në lidhje me pjesën diplomaci biznes. Në këtë kontekst, lobi grek në Amerikë insistoi shumë dhe loboi që ajo të ishte ambasadore në Greqi. Pra, ambasadore amerikane në Greqi, ja doli. Në moment që erdhi në Greqi, në fazën e parë u prit 1% VIP, sepse ajo preferoi të argëtoi fillimisht përpara se të bënte takime zyrtare si me kryeministrin, me presidentin apo edhe me figura tjetër të diplomacisë dhe të zyrtarëve të lartë grek. E cila dha një ndjesë ndryshe nuk, por në realitet ajo nuk e harroi pjesën e showbiz të saj, por nga ana tjetër biznesi diplomacinë e kishte në plan të parë dhe një kohë shumë shpejt ja doli që të bënte zhvilloi një takim shumë të rëndësishëm në Greqi, duke kthyer Greqinë portën hyrëse, pra një mënyrë shumë të rëndësishme për të furnizuar jo vetëm Ukrainën me hidrokarbure, kryesisht me gaz dhe me produkte të tjera, por dhe me gjithë pjesën e Evropës juglindore. Në këtë kontekst, Kimberly është një personazh shumë i rëndësishëm i jetës politike dhe diplomatike në Greqi, se që zonë vëmendjen e madhe të mediave. Sigurisht, vizita e saj në Tiranë ka një mesazh shumë më të thellë, shumë përtej miqësisë personale të Toni Rama. Çfarë mesazhi sipas teje? Në plan të parë që nga momenti ajo është ambasadore e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Greqi ka dy aspekte. Së parë, të mbrojë interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës, të përcjellë dinamikën e zhvillimeve të fundit aq më tepër dhe të luftës në Iran, duke ditur që Greqia është një nga vendet më të besueshme aleante të Amerikës vitet e fundit, si dhe të Izraelit, duke patur parasysh faktin që Greqia ka investuar 10 miliarda euro për mbrojtjen e saj, dhe sigurisht dhe në fushën e energjetikës, ku shumë afaris grek dhe Petrositi grek ka lidhur marrëveshje me Ministrinë e Energjisë të Amerikës dhe me shumë korporata tjera, siç e më herë për investime strategjike. Mjafton të përmendem në fakt që vitet e fundit në Greqi lidhur me fushën ushtetare, prodhimi i anijeve, riferimi i anijeve jo vetëm civile, por dhe luftërake, po bëhet në Greqi nga bashkëpunime të vendeve. Në këtë kontekst, Kimberly nuk ka harruar pjesën e biznesit, pjesën që intereson si asaj biznesmenit suksesshëm, por sigurisht interesat e Amerikës. Në këtë kontekst mendoj që vizita në Shqipëri nuk është as pak rastësore. As pak rastësore, dhe pyetja që të gjithë janë kurioz dhe duan një përgjigje nga ti. Kështu vishet kur takohet me Mitsotakis? Po, është një person shumë open-minded, një person që stili i veshjes saj është në gustun e saj dhe nuk para ka atë kompleksitetin e diplomatit që ka shpeshherë duhet dress code të thjeshtë. Kimberly është një person shumë ndryshe, në stilin e të veshjes në mënyrë të çelë, por është komplet më ndryshe dhe shumë herë më e konsoliduar, më e matur dhe shumë serioze në mbrojtjen e interesave të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe për cilën mesazhet që ajo duhet të përcjellë në kuadër të detyrës së ka. Mos e gjykoni librin nga kapaku, të thoja, se kjo ishte fiks rasti. Qëndro me mua, Guri, se dua t'i bëjtë një pyetje të fundit Kozetës përpara se ta lë të shkoj. Kozeta, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë
të jo të ralla, do thoya, janë të shpeshta rastet kur figura shumë të njohura, po themi të botës së showbizit, përfshihen në politikë. Sa mikpriten nga njerëzit? Pa diskutim, sepse politika, si Dorela, është, domethënë, një rol shumë i rëndësishëm në jetën e qytetarëve amerikanë. Në përgjithësi, domethënë, jetesa këtu është shumë e polarizuar në Amerikë, dhe ka një ndikim jashtëzakonisht shumë të madh në jetën e qytetarëve amerikanë dhe në përgjithësi figura e femrës, do thoja konkretisht, është shumë e mirëpritur tek qytetarët dhe te vetë politika në përgjithësi amerikane. E kuptoj. Mirë, Kozeta, të falenderoj shumë për gjithë sqarimin që na bërë të figurës së saj dhe të përshëndes. Falenderim mirë dy fisht se e di edhe problemin e orës shumë herët atje tek ju në këto qaste. Për pak do të kemi në një lidhje direkte edhe Peter Lumaj, i cili do ta shpjegoj kalimin që ka bërë Kimberly nga njëra lidhje në tjetrën, të cilat po ashtu janë kalime nga njëra parti në tjetrën. Kjo është shumë interesante. Ish bashkëshorti i saj mundet, pra guvernatori aktuali i Kalifornisë, mundet të jetë kandidati për president në zgjedhjet e radhës, por i partisë tjetër, jo i republikanëve, gjë që mund të sjellë reagime pse jo dhe nga ana e Kimberly. Figurë jashtëzakonisht e çuditshme. Atipike, po thonë. Atipike, kontroversiale mund themi, patjetër ish bashkëshorti ndan bindje të kundërta me të, edhe pse duhet thënë që edhe pas divorcit kanë patur, gjithmonë kanë ruajtur një marrëdhënie shumë miqësore mes njëri tjetrit për shkak edhe të fëmijës që kanë së bashku. Ajo që mua më bën përshtypje ku do doja të ndalja pak si Dorela në fakt, duke patur parasysh të gjithë qasjen dhe vëmendjen e saj tek biznesi dhe sipërmarrja, ka të bëjë pikërisht me atë që flitet dhe që është pikërisht korridori vertikal i gasjellësit. Bëhet fjalë për një korridor gasjellës i cili do të përpunojë dhe do të magazinojë, le themi, në këtë rezervuarin e lëvizshëm pikërisht në portin e Greqisë, gazin e bler nga SBA-ja, nga Katari dhe nga Egjipti për ta çuar në një vijë vertikale më lart në një rrugë kalimi mes Greqisë, Maqedonisë Veriut, Bullgarisë, Rumanisë dhe më pas në Ukrainë, Moldavi dhe pak në Ungari. E gjitha kjo patjetër është një përpjekje e vetë Komisionit Evropian, i cili patjetër i është besuar zonjës ambasadore për të rritur diversifikimin dhe për të ulur varësinë nga gazi rus. Megjithatë, një pikpyetje që të lind këtu është pikërisht a do të jetë ky korridori vertikal një alternativë konkurruese etapit ton, pra të gasjellësit ton transadriatik, apo do të jenë dy korridore të cilat do të arrisin fuqinë edhe të Shqipërisë. Pra, jemi një në Flogertit, kur tha që Kimberly ka një rol shumë më shumë se sa thjesht ambasadore Greqisë, sepse gëzon, po themi, pushtet edhe mbi shtetet, siç jemi dhe ne, që nuk e kemi një ambasador. Patjetër, ka një pushtet përtej Greqisë dhe duhet thënë që pikërisht me këtë gasjellës dhe këtë korridor vertikal, Kimberly synon që Greqia të bëhet ajo nyja më kryesore dhe të ketë edhe një rikonfigurimin e saj si leadershipi i Ballkanit, le të themi, rajonit, gjë që e vë pak në pikpyetje rolin e Shqipërisë në atë gjithë pritshmërinë e saj për të qenë edhe për të marrë leadershipin. Megjithatë, mendoj që për sa kohë interesat gjithmonë të Trumpit, ato të biznesit familjar dhe ato të politikës së jashtme të Amerikës bëhen bashkë, besoj se në figurën e saj ka një personalitet të besuar që patjetër ndan edhe stilin e tij në politikë bërje dhe në diplomaci, pa filtra, pa atëre kur komentoi shumë flogert marrëdhënia e ftohtë, siç thuaj në mediat tona apo nga opozita e Ramës me Donald Trump, vjen Ivanka, qëndron në Zvërnec, takohet, e tjerë me radhë, tani vjen Kimberly që po ashtu duhet thënë mund mos jetë nusja apo partnerja e djalit të Trump, por vjen të jetë një pikë fort e presidentit aktual të SBA-ve. Dëgjoj, për të analizuar ambasadorën që ti me drejt e ke kapur një kënd shumë interesant sot, duhet shohim të gjitha mesazhet që ajo jep dhe pastaj nënkuptohet vetë edhe efekti që ajo jep në opinionin publik këtu dhe në raport me kryeministrin Rama. E para, fakti që kemi të bëjmë me një sinjal diplomatik informaliteti, kjo është shumë e rëndësishme
të thuhet që në aspektin diplomatik, por më shumë në aspektin komunikativ, është një mënyrë për të treguar se takimi me Ramën nuk është një event formal, por një kontakt i drejt për drejt politik. Pra komunikimi zhvendoset nga i institucional formal në personal. I dyti mesazh që jepet është mesazhi i besimit dhe i aksesit të drejt për drejt. Pra ardhja pa staf diplomatik, pa shoqërues, pa asgjë, mund të nënkuptoj një nivel të lartë aksesi politik. Në diplomaci, kjo interpretohet edhe si raporti drejt për drejt me leadershipin dhe komunikim pa ndërmjetës burokratik. Dhe kjo krijon të paktën perceptimin, se për këtë po flasim, kjo është i vetmi realitet që njohim, perceptimin e një kanali të hapur që Rama në një farë mënyre ka politikisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por, për te i kësaj, dua ta kap dhe një kënd tjetër që nuk është ndoshta në favorin e Ramës. Cila pra, veshja e ambasadorës ashtu jo burokratikisht korrekt dhe jo formalisht siç jemi mësuar, tregon në një farë mënyre edhe fuqinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, mungesën e absolutisht çdo lloj kompleksi dhe trajtimin në një farë mënyre, pra jo fyes, sepse ai ishte i takim miqësor më tash, por në një farë mënyre është edhe arroganca e të fortit, nëse mund ta themi kështu. Tani kolegja tha që një lloj ajo takon edhe Miçon, edhe tjetrin, është në karakterin e saj. Gjithsesi unë nuk mund të ri pa thënë që mund të jetë edhe një variant tjetër, pra. Për të treguar veshja si simbolik do të tregoj që ajo është një figurë që patjetër del nga stereotipi diplomatit, por nga ana tjetër ajo tregon që nga stereotipi diplomatit dhe nga tradicionalja mund dali vetëm ai ose ajo, ai shtet në këtë rast, që ka fuqinë ta bëjë dhe rregullat i kanë krijuar të fortët dhe mund t'i shkelin ata. Ne nuk mund t'i shkelim. E di çfarë më kujtua Floger? Gjatë botrorit në mos gaboj të 2018-s, presidentja e Kroacisë, për shkak edhe të formave të saj, u komentua shumë atëherë. Po, u komentua shumë atëherë, sepse ndonjëherë ishte me dekolte, presidentët e shteteve të tjera pa dashur fotografoheshin në momente të sikletshme, apo dhe kur shkonte në dhomat e zhveshjes, komentohej shumë. Por ishte e paqëllimshme, ishte për shkak se i gëzonte ato forma dhe nuk s'kishte ç'bënte. Në këtë rast është zgjedhje vetë e personit, thua ti. Është dominimi i hapësirës simbolike mediatike që ajo në çdo lloj analize komunikimi ta kapësh e bën me vetdijet plot. Pra ajo e ka strategji komunikimi. Pra ajo ka zgjedhur një mënyrë atipike, një mënyrë larg stereotipeve të zakonshme dhe një mënyrë ekstravagante për të marrë vëmendjen, dhe me anë të vëmendjes që ajo merr, tregon mandej me anë të akteve, deklaratave, simbolikave, takimeve informale apo formale, deklaratave të forta apo kërcënimeve në thonjza, që duhet bëni si se mund, por ndryshe nga shumë raste tjera që diplomatët mbajnë një profil të ulët, ajo ka një profil të mirëfillt politik, si zëri i shtëpisë bardhë në këtë pjesën tonë të Adriatikut dhe Jonit këtej, dhe është e qartë që këtë e bën për të qenë në vesh e të gjithë Ballkanit Perëndimor kur vjen puna për kush e komandon. Pra ajo duket si e dërguara e posaçme e presidentit për Ballkanin Perëndimor. Vetëm një fjali, unë do të thoja që në fakt nuk është se ambasadorja e zgjedh të jetë atipike. Duhet kemi parasysh që në të gjithë qasjen e Trumpit kemi një ndryshim të përfaqësive diplomatike apo të konceptit që ai ka. Kur ai erdhi në presidencën e dytë, tha që nuk do të kemi më përfaqësi diplomatike ato tradicionalet me burokraci. Ishte më i përmbajtur në mandatin e parë. Patjetër, por do të kemi përfaqësi diplomatike të cilat do t'i shërbejnë interesit ekonomik të SBA-ve. Dhe ndaj ai ka bërë këtë thyerjen e koncepteve tradicionale ku as zonja vetë nuk është diplomate karriere, nuk vjen nga fusha e diplomacisë, ndaj dhe duhet kemi parasysh që jemi përballë një ndryshimi të tërë qasjes së çka kuptojnë përfaqësitë diplomatike për Trumpin në vetvete.
Kam Peter Lumaj në një lidhje direkte dhe askush më mirë se ai nuk do mund të më bënte një sqarim se çfarë roli ka në politikën amerikane kjo zonjë. Peter, mirëdita, mirëmëngjes për atje tek ti. T'jam mirënjohëse për kohën, nuk të dëgjoj, mos ke fikur gjë mikrofonin ti? Po tëeshim një gjënë? Tani të dëgjoj perfekt. Okay. Më trego kush është Kimberly në Amerikë. Politikisht. No, po të shqipës dhe me thënë është juriste, ka qenë prokurore, ka qenë këshilltare gjatë fushatës e Trumpit në vitin 2020, organizatoria kryesore për mbledhjen e fondeve për fushatën e Trumpit dhe ishte e besueshme për administratën e Trumpit. Ka një lidhje të jashtëzakonshme me për sa i përket labit grek, në mënyrë të veçantë me Institutin Hellenik në Shtetet e Bashkuara dhe është mbështetur nga dy kongresmena fuqishëm origjinë greke, që është Nikos Malliotakis dhe Chris Papas, po mbështetet gjithashtu nga një pasunik shumë i madh në Shtetet e Bashkuara, që është grek dhe ai, është Gian Kasamatidis, që është pronari i stacionit radio-televizorit që thirret 77 WABC. Domethënë ka një fuqi të jashtëzakonshme kjo në politikën amerikane. Në anë tjetër është e besueshme nga administrata e Trumpit dhe nga viti 2021 deri në 2024 që ka qenë fejumja e djalit Trumpit. Domethënë ka lidhje familjare. Në të njëjtën kohë domethënë ishte martuar me gubernatorin e Kalifornisë, më thamë një tjetër. Këtu mritani, se guvernatori është i palës tjetër. Po marrë parasysh palën tjetër, të gjithmonë shifet ambasadorit të shërbejnë interesit të Shteteve të Bashkuara. Dhe po ta shifsh me thënë takimet që është Dubai në Ballkan dhe në mënyrë të veçantë në mesdheun linor që thirret ajo zonë, është domosdoshme që të kesh një njeri të besueshëm për sa i përket administratës Trumpit, dhe kjo është njeri jashtëzakonisht i besueshëm. Labi grek është shumë i fuqishëm në Shtetet e Bashkuara, domethënë Instituti Helenik është themeluar në vitin 1922, domethënë ka rreth 100 vjet histori që bën labim në Shtetet e Bashkuara. Drejtori i CIA-s në vitin 1997 që u emënu prej presidentit Clinton, që menohet që është me origjinë shqiptare, po pranon që thotë jam me origjinë greke dhe ka funksionuar deri në 2024 domethënë si drejtori i CIA-s, ishte në më të fuqishëm të madh dhe sot drejton Institutin Helenik. Ki parasysh domethënë lidhjet që ekzistojnë politike dhe fetare në njëjtën kohë, sikur mos e nënvetso lidhjen fetare domethënë për sa i përket ortodokizmit dhe fuqisë që kanë në Shtetet e Bashkuara. Domethënë vetëm këta shembuj duhet na tregojnë që në vërtetë kjo nuk është një person çado që është emënuar që t'jenë ambasadore. Nuk kërkohet që ti t'jesh i diplomuar në diplomaci që t'jesh ambasadore. Shumë ambasadorë në vërtet kanë pothuajse të njëjtën background që është e lindur thua ti fuqia në tryezë në momente negociatash apo vendimesh? No, është e fituar, domethënë kjo ka fituar një autoritet tillë dhe ka fituar domethënë mes punës që ka bërë si në mbështetjen e Donald Trump domethënë gjatë fushatës, por në njëjtën kohë domethënë po ta shifsh fjalimin e saj që bani në Milwaukee në konventin ose në kongresin e Partisë Republikane para 2 viteve, vetëm aty një gjë domethënë çfarë pikpamjesh konservative, kushtetuese dhe për marrëdhënie ndërkombëtare njohurinë që ka. Kjo i ka interesuar determinisht Trumpit që të një person të tillë. Shqipe të aprovimin që i bani Senatit, të gjithë republikanë votuan për të, sepse ti mundet me të emënu si ambasador presidenti, po duhet me të konfirmuar Senati. Senati e ka konfirmuar domethënë asnjë republikan nuk ka votuar kundër saj. Jo, e qartë, edhe interesante mënyra se si në zgjedhjet e ardhshme për president në SBA, një ish i saj, siç është guvernatori, mundet të jetë kandidat për president përballë partisë me të cilën ajo është bërë ambasadore. Mund ta mbajë ai ambasadore, kam përshtypjen se është problem. Duhet ta kesh mirë me ishin se nuk i di. Duhet ta mbash mirë me ishat, thot Jurgjina. Je dakord ti, Peter? No, e vërtetë domethënë është se Amerika mundet me pas atë fatkeqësi me fitu ish i saj, por nuk e shoh domethënë që ka një mbështetje më në Partisë Demokratike. Por edhe në qoftë se ai fiton, nuk e shoh lëvizjen e saj ose largimin e saj nga postet e fuqishme politike dhe në këtë rast domethënë edhe diplomatike, nuk e shoh largimin e saj domethënë për arsye të lidhjeve të mëparshme që ka pas kjo me një ish demokrat. Kjo nuk do të ketë një hakmarrje, nuk niset Amerika në vërtet për hakmarrje të tilla, sepse mund të largosh një ish
bashkëshort ose bashkëshorte për arsye se ke marrë një fuqi më të madhe politike, nuk e shoh që një hakon e tillë mund të ndodhin. Kjo respektohet për sa i përket nga demokrat dhe nga republikan. Dhe një gjë tjetër është domosdoshme, sidomos në konfirmimet që bën Senati dhe dëgjimet që mund ta thirrin në ban para Kongresit për sa i përket marrëdhënieve me Greqinë. Ka pas një acarim para disa kohësh marrëdhënieve të Shteteve të Bashkuara me Greqinë, kur u fuqizua majta në Greqi dhe largoi bazat, i mbylli bazat ushtarake amerikane. Sot domethënë ka një marrëdhënie të padiskutueshme, të fuqishme, domethënë reciproke, që ekziston midis Greqisë dhe Shteteve të Bashkuara dhe në mënyrë të veçantë që kanë fuqizuar janë kongresmenat që përmenda më sipër, George Tenet që ishte drejtori i CIA-s dhe Instituti Helenik. Kur erdhi Rama këtu në Shtetet e Bashkuara, ai vizitoi Institutin Helenik. Ju njihni, nëse shkonte grek, thotë jam ortodoks, shkonte musliman, thotë jam musliman, shkonte katolik, thotë mendim për Ramën, për Kimberlin jemi. Po garanci, po ta jap mendimin që të dish pse ka shku te Instituti Helenik, se kishte një arsye dhe që po e vizitoi ambasadorja që ka një komunikim direkt me ambasadorën e Tani, Peter, ju në Amerikë jeni mësuar ta shihni kaq ekstravagante Kimberlin apo të bëri pak përshtypje që shkoi ashtu te Rama? No, kjo është Kimberley, domethënë kështu ka dalë, po ta shihsh në Kongresin e Partisë Republikane kur foli para 2000-3000 vetave që ishin domethënë po njeknin aty direkt live, domethënë edhe në njëjtë mënyrë ishte veç, nuk e shohim strakavante kur ka punon Fox News, shifem mënyra si veç, domethënë kjo nuk e bën, kjo është vetvetja vet. Edhe kështu domethënë paraqitet veten vetë edhe kushtin Fox News kur ka folur në publike, vazhdimisht e ke pa veshën, kështu nuk e shohim më strakavante, nuk e shef ofenduese kush një gjë tillë. Kush ofenduese është një super yll. Na pëlqen shumë. Shohim sa më shumë këtu do ishte shumë mirë. Do thoja unë se kjo zyrtarja është bërë pak jemi over. Peter, diçka, po merrni shembull e ju prej saj për atëherë. Tani shifemi në lidhjen tjetër, Peter. Në emisionin e radhës do surprizohesh. Përshëndes. Edhe punë të mbarë, se sapo të nisur ditën. Mirupafshim. Faleminderit. Mbulojmë shumë unë sipas Peterit. Po, pra, na ambiti. Flogert, e di që ti je dakord me Peterin, do të dëgjoj pak tani Edmond Gurin përpara se t'ju jap fjalën për herë të fundit të treve. Guri, duket që ka një lloj, po themi, tendence ta vlerësojnë të gjithë për fuqinë e saj diplomatike. Por në të vërtetë, çfarë marrëdhënie kanë politikanët në Greqi me vet Kimberlin? Pra nuk flas vetëm për Mitsotakis, po të gjitha palët, a ndërhyjnë ajo në politikën e brendshme? Greqia është nga vendet që pavarësisht se është hequr që nuk merr urdhra nga USA, pra duke ditur vetëm një vend solitar, gjithmonë ka qenë ndikuar dhe të pakën historia këtë ka treguar. Jo më larg se deri para një jave, një dokumentar i televizionit Sky tregoi hapur ndërhyrjen që bënte ambasada amerikane për çështje shumë të rëndësishme, por të cilat mbajnë të fsheta sepse ishte për të ruajtur atë ekuilibrin politik brenda vendit. Pra në këtë kontekst është diçka që nuk mund të përjashtohet. Kimberley ka një diferencë shumë të madhe në Greqi për vetë faktin se erdhi si një person i showbizit, pra u kshu paraqit ose nga majta greke, por për të cilën lobi grek insistoi, qeveria greke konte që të ishte, madje shumë ministra të kabinetit qeveritar udhëtuan në Amerikë dhe filluan takimin me atë, dhe ajo arriti një kohë shumë të shkurtër për te profilit, ne mund të themi të një personi VIP që jemi njohur ose më saktë që shpesh hasin në rrjetet sociale apo për ekranet televizive. Jo vetëm ta përmbysi këtë ekuilibër, por të krijojë një profil e një personi i cili ditë të shijojë jetën, ditë të bëjë showbiz, por më mbi të jetë të bëjë biznes, të bëjë diplomati, sepse nuk është e pak të sjellësh 3 sekretarë amerikanë në Greqi, dhe jo vetëm kaq, por të firmosin marrëveshje miliarda që lidhen qoftë me hyrjen e gazit në Evropën juglindore dhe në luftën e Ukrainës, pra Greqia të bën një një shumë e rëndësishme, por dhe fakt tjetër që para pak kohësh janë firmosur disa kontrata shumë të forta, ishme me kompanitë e hidrokarbureve dhe një prej tyre përfshin edhe portën në Jon për kërkimin e gazit, ku shumë shpejt ditën e djeshme kryeministri Mitsotakis ka njoftuar që do të ketë edhe kërkim shpimin në det, pa në zonën. Pra këto tregojnë që është ana tjetër e Kimberlit, një person i cili në plan të parë për te i figuracionit ka interesin, biznesin dhe interesat kontratës së bave. Interesante, më pëlqen shumë faktikisht Guri që ti dhe Peter, po sigurisht edhe Jurgjina në studio, se ne mund të merremi pak me pjesën jo veshja, jo diplomacia, gjua, komunikimi e folur atjer, po për rëndësinë që ka në vendimarrje politike dhe në ndryshime vendimesh të rëndësishme. Faleminderit shumë Gurit, përshëndes.
Bëm që këthash e theme sot, po tani ambasadorja juaj është. Kështu që të takonte. Për thashe theme duke mbyllur, mendoj që shumë e rëndësishme. Lidhur me thashe themet, mjafton fakti që politikanët pavarësisht forcës politike janë në radhë për bërë një foto me ekipin e kjo i thotë gjitha. Më falë, unë tani jam unë do isha, do me thënë, super kurioze ta shija një takim të sajnë me Berishën. Se Rama, aty është me tuta, me atletë, është sportiv, njësoj si ajo, po Berisha që është gjithmonë zyrtar, do vdisja ta shija takimin e atyre të dyve. Të përshëndes edhe faleminderit. Kanë të drejtë që mbajnë radhë për të bërë foto. Nuk duan vetëm se është ambasadorja e Amerikës. Kanë shumë të drejtë, edhe unë do mbaja besoj, por mendoj që është një shembull shumë i mirë për të parë pak edhe ne, dhe do të thoja zonja tona ambasadore, të ikin pak nga këto veshjet burrërore, mund themi, dhe të jenë pak të bukura për syrin, pse jo, sepse përfaqësojnë vendin ton, dhe duket ndonjëherë kur shikon shembuj të tillë, se sa provincializma kemi ne në vendin ton, ku kishin masakruar në komente ditën e parë, derisa morën vesh kushishte. Por kur je nga Amerika, ne kemi këtë që i hidhemi, turremi të gjithë për t'i mbrojtur. Megjithatë duhet parë pak edhe mënyra se si ne bëjmë politikën e jashtme, dhe duhet të ndryshojmë pak këto korniza tona që të bësh politik apo të bësh diplomaci, duhet të bëhesh si burr dhe duhet të jesh si burr për t'u marrë në konsiderat dhe për t'u të dëgjuar zëri. Do duhet që zonja të kuptojnë që duhet të sjellësh diçka substanciale në tavolinë, jo vetëm një kostum. Sepse nëse je vërtet e mençur, e zgjuar, e zonja, diplomate, vendimarrse dhe tjerë me radhë, nuk i intereson askujt se çfarë ke veshur, por vendimi që do marrësh. Hape dekolten, ai sa ke për të thënë, do thoja. Floger, ti je dakord besoj edhe me këtë? Unë jam dakord me ju gjithë ditën. Tani pas kësajt, Tani, ti do ishe kurios ta shije një takim të doktorit me Kimberlyn? Unë dhe doktori jemi burra në muzit, ne do skuqeshim, o Sidorela. Nuk jemi ne jemi realisht konservator, dhe më thëmë ne veriorët. Kështu që doktori do ishte një siklet të jashtëzakonshëm, më mirë që nuk ka ndodhur, por ajo që të bën përshtypje është që e para Rama e pret një lloj siç ajo ishte veshur, dhe Rama ishte veshur si ne mbas dite kur nxjerrim kalamanin me karrocë apo qenin, pra në kuptimin informal të fjalës, jo në kuptimin negativ të fjalës, dhe e kemi kritikuar shpesh Ramën për atletët e bardha, tani po na pëlqen kjo amerikania, kështu që s'po i themi gjë Ramës më për atletët, por një gjë ama duhet ta themi për politikën e ditës. Dita të cilën ajo ka zgjedhur të vi, mënyra se si është shoqëruar me Ramën si dy shokë të vjetër, dhe fuqia që ajo ka dhe kanali komunikimit i drejt për drejt me Shtëpinë e Bardhë, kam përshtypjen se ka shqetësuar jo pak njerëz në Tiranë. Ditën e lidh besoj me vendimin që u mor në parlament dje. Mirë. Po mos harro që Europa, fjali e fundit, Europa është në një sulm frontal ndaj Shqipërisë, e tha dhe Rama pak më herët që kemi patur probleme kritika me disa, ama ne jemi neve na vjen këtu përfaqësuesja më lartë amerikane që ka Ballkani Perëndimor, kështu që janë mesazhe politike shumë qarta këto. Më duhet të ndërpres se dua të shkoj live me konferencën. Falenderoj shumë Flogert për lidhjen direkte, Eugina, gjithmonë kënaqësi. Dëgjojmë pak shkurt Ramën, po. Ta lëm me kaq konferencën apo doni të bëni pyetje dhe ju? Se ju jeni shumë interesant dhe ju tjerët. Se unë nuk po jam këtu për të luftuar për veten time, se unë mund ta bëj edhe pa gazetar fare komunikimin dhe mund t'i shpjegoj gjërat. Po kjo sjellje është pikërisht ajo që pengon njerëzit të marrin vesh të vërtetën. Është pikërisht ajo që dhunon njerëzit në emër të tyre me gënjeshtra. Është pikërisht ajo që nuk i lejon njerëzit që të peshojnë të dyja palët. Fole zonjë, po, mbylle të flas unë. Jo ta mbyll unë 20 herë që të flasësh ti. Unë do të bëj me pyetjen tënde, unë do të... Shiko.
juve abuzoni me njerëzit, juve abuzoni me ata që merrin në përgojë në mënyrën më të ullët. Në emër të lirisë, juve abuzoni me faktet në mënyrën më të shëmtuar, ju jepni njerëzve çdo ditë gënjeshtra dhe e bëni këtë në emër të lirisë dhe askush nuk ju thot plaç. Unë po të them edhe një herë, më lër të mbaroj fjalën. Marja Peng një bisede me dhunë, mund ta bësh, unë nuk kam se ç'a bëj tjetër. Nuk kam se ç'a bëj tjetër. Mund ta bësh, po kjo është dhunë. Më lër të mbaroj fjalën. Do ti përgjigjen që do ti, nuk ta jap dot unë, se unë nuk punoj për qimin. Dhe kjo është e sigurt. Dhe me që më përmende televizion, më përmende ti televizioni, nuk ta përmenda unë. Televizioni, një sekond. Është një sekond edhe një herë tjetër. Një sekond dhe një herë tjetër. Unë do përdor çdo gjë që unë më vjen të përdor. Juve jeni në të... Çfarë është kjo mohabet? Televizioni është në prokurori prej disa vitesh për pastrim parash. Është një sekond. Unë po komunikoj me njerëzit, më zonjë. Unë po komunikoj me njerëzit. Sepse unë mund të përgjigjem si të dua. Nuk më ndalon do të këtë se s'ma nga ndaluar që u kanë qenë i vogël. Nuk më ndalon do të këtë. Unë do përgjigjem si të dua. Dhe dua që ta dinë të gjithë këtë fakt. Televizioni që ti e sjell këtu si argument, ti e solla, nuk e solla unë. Është një subjekt i denoncuar për pastrim parash prej vitesh dhe i denoncuar nga autoritetet shtetërore në prokurorinë e Tiranës me fakte, me prova, me të gjitha. Dhe natyrisht që parat në atë televizion pastrohen për të bërë eksaktësisht këtë që bëhet çdo ditë që përmbyten njerëzit me gënjeshtra dhe me pislëk. Tani, patjetër, këtë e vendos prokuroria. Këtë miting që po bën, më vjen shumë keq, po bën gabim shumë të madh. Më ndërpreve, sepse po të jepja përgjigje, më ndërpreve, zonjë, më ndërpreve, sepse, zonjë, më ndërpreve, sepse, dhe natyrisht që po bën heroinën për ata që të kanë sjell këtu, dhe mirë bën, do bëhesh heroinë e ditës. Boll tani, nuk kam mas një fjalë për thënë, u përpoqja shumë gjatë të jap përgjigjen deri në fund. U përgjigj qytetarëve unë i përgjigjem në çdo herë që ata zgjedhin. I përgjigjem çdo ditë, nuk i përgjigjem nëpërmjet televizioneve që pastrojnë parat e grabitura nga qytetarët dhe të cilët gëzojnë imunitetin e dhunuesve. Kështu që 5 minuta pushim, edhe do fillojmë mas 5 minutash. 5 minuta pushim. 5 minuta pushim pas debatit me gazetarët në konferencë kryeministri Rama, pas pak edhe ne pas një hapësire të shkurtër publicitare do të rikthehemi të flasim për tema të tjera, por për të parë edhe se si do vijojë konferenca. Mirë, jemi rikthyer në çdo moment që do të nisë konferenca e kryeministit Edi Rama, regjia do më njoftojë, do të shkojmë edhe një herë tjetër live atje. Por përpara kësaj dua të përshëndes Ardita Belulin dhe Drizan Shalën, të cilët më dëgjojnë të dy. Faleminderit për kohën, Mirdita. Aleksandar Vučić bën me dije se ble raketa balistike të fuqishme nga Kina. Pse
ky hap I radhës dhe pse shqetësohet Kroacia që vendos në djeni NATO për këtë veprim. Ardita, po e nis me ty, më pas me Drizanin do kuptoj fuqinë e këtyre raketave dhe arsyet që mund të kenë çuar Vučić në blerjen e tyre. Po, presidenti Vučić në deklaratën për media ka konfirmuar tani më se Serbia ka bler raketat ushtarake, raketa air-top me një shpejtësi shumë të lartë, po që janë siguruar nga shteti kines. Sipas presidentit Vučić, drejtuar gazetarëve, thotë se në këtë mënyrë Serbia po bën modernizim të pajisjeve ushtarake, të cilat do të vazhdojë edhe në periudhën në vijim. Në anën tjetër, kjo më tepër shihet si një balancë gjeopolitike që e ka tani më Serbia pikë strategjike mbaj balancën me pjesën e perëndimit, me Rusinë dhe Kinën. Në anën tjetër, po ashtu, sipas ekspertëve shihet edhe si një garë armatimesh në rajon, duke ditur se I menjëhershëm ishte edhe reagimi I shtetit kroat, se I përket furnizimit me këto raketa nga shteti serb, shtet ky I cili nuk është antar I NATO-s. Dihet historikisht se për shtetin kinez dhe më tutje Serbia është një partner strategjik në Evropën juglindore, e cila furnizon Serbin me armatim pa asnjë kufizim. Në anën tjetër, Serbia blen përmendim se edhe më herët ka bler nga Kina pajisje ushtarake, duke ditur se pak kohë më herët në fund vitin që kemi lënë pas, ka bler sisteme mbrojtjes ajrore nga Kina, ka bler dron ushtarak, pajisje radare dhe të tjera. Në këtë mënyrë po shihet se Serbia dhe më tutje po aspiron në një rënon anëtarësimin e saj në Bashkimin Evropian, në anën tjetër mundohet që të ruaj marrëdhënien historike që ka me Rusinë dhe tani më publike shihet se po forcon bashkëpunimin strategjik me Kinën. Nëse e shohim në konceptin e gjerë se çfarë do thotë kjo për Serbinë, po shohim edhe një rivalitet edhe të fuqive globale në mes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Rusisë dhe Kinës sa I përket vendeve të Ballkanit, sepse Rusia vazhdon që ta mbështet politikisht Serbinë. Në anën tjetër, Kina tregon ndikimin e saj ekonomik dhe ushtarak kërshi Serbisë, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës përpiqen që të ruajnë stabilitetin. E kuptoj. Mirë, ta pyes pak edhe Drizanin, për çfarë lloj raketash bëhet fjalë? Pra, ashtu siç e tha dhe gazetarja nga pjesa e logjinës së Preshevës, pra janë raketa të cilat të kryesisht përdoren për sistemin e hapësirës ajrore të shtetit të Serbisë. Janë raketet e cilat lëvizën me shpejtësi 5 herë më shpejt se zëri, dhe kjo e bën të mundur veprime të caktuara jashtë territorit të shtetit të Serbisë për të goditur targetet më në thellë të hapësirave ku pretendohet se është rreziku apo cënimi drejt hapësirës dhe integritetit territorial të Serbisë. Kanë një rrezet veprimi 250 dhe në 400 km, po duke marrë për bazë që këto raketa janë në ajër, pra lëvizën me MiG-26, pra një avion I kohës sovjetike, kjo dëshmon faktin që mund të godasin të ndo vend të rajonit Ballkanit Perëndimor, dhe për këtë gjë Kroacia ka reaguar në Aleancën Atlantique të NATO-s për të përcaktuar qarta dhe shkallën e rrezikshmërisë, sepse Serbia përpas që tani më është modernizuar në pjesën më të madhe e kryen përmes industrisë ushtarake të saj të mbrojtjes, gjatë 2026 ka avancuar industrinë e saj, pra ka avancuar bashkëpunimet dhe blerjet e reja. Gjatë vizitës së fund vitit të 2025 patëm ministrin e mbrojtjes të shtetit të Serbisë në Peking, duke arritur marrëveshje të ndryshme edhe për
teknologji të avancuara. Serbia veç se ka tani më të inkorporuar në pjesën e sistemit të saj ajror F-400, po është një sistem antiraketor, i cili vjen nga Kina, dhe S-300 rus. Pra kjo dëshmon faktin që Serbia është duke u përgatitur për një situatë të mundshme hipotetike pas ndryshimeve që duke ndodhur në arenën gjeopolitike dhe gjeostrategjike në nivelin global. Pra mbi këtë bazë gatishmëria përgatitet dhe njëkohësisht deklarimi i Aleksandar Vučić që ne do të jemi në gjendje të mbrojmë madje edhe për te kufive administrativ shtetit të Serbisë serbetan, dhe kjo është në inkorporuar edhe futën brenda sistemit të saj NATO 2030. Pra gjitha këto mund të përkufizohen me 3 pika kryesore. Serbia ka qëllimin tani më të pa përmbyllur pa çështjen e dialogut Kosovë-Serbi, ka çështjen e Republikës Srpske në Bosnjë-Hercegovinë dhe çështja e tentativës për ta shkëputur tërësinë territoriale për ta prishur marrëveshjen e Daytonit, dhe elementi i tretë, padyshim që tani më po vret në aspektin edhe vizual, çështja e minoritetit serb në pjesën e Zagrebit, pra të Kroacisë, ku Kroacia e ka kuptuar qartazi, veprime dhe tentativën për të krijuar një situatë të palakmueshme, tensionesh në rajonin Ballkanit Perëndimor me elemente etnike, dhe më pastaj të pritet momentumi optimal në arritje të këtyre. Pse pikërisht i blen në Kinë? Ka ndonjë mesazh? Unë po është të qartë, sepse ju dini gjatë konfliktit Rusi-Ukrainë, pjesa më e madhe e industrisë ushtarake dhe mjeteve ushtarake të cilat i ka disponuar logjistika apo pjesa e inventarit ushtarak ka qenë të Serbisë, ka qenë nga ana e Rusisë, më qenë se tani më sanksionet të ndryshme në drejtim të të Rusisë, njëkohësisht edhe shkëputja e Rusisë në arenë ndërkombëtare si një faktor brenda mekanizmave ndërkombëtar, të cilët kanë ndihmuar Serbinë në avancimin e interesave të saj në arenë Ballkanit Perëndimor, respektivisht me çështjen e Kosovës, e ka kuptuar qartë se do duhet ta gjejë një partner të ri, i cili mund të bllokoj Kosovën në rrugtimin e saj drejt antarësimit në OKB, dhe pikërisht për këtë gjë e ka kuptuar dhe ka ikur në drejtim të Azisë, pra në drejtim të Kinës, për ta krijuar një aleancë të re, ushtarake, ekonomike dhe politike, për të mundësuar pastaj një ndërmjet të favorshëm në pengimin e rrugtimit të Kosovës në arenë ndërkombëtare, por edhe njëkohësisht një goditje edhe për politikën e Moskës zyrtare, e cila në të kaluarën ka patur qëndrime kontroverse me qëndrime të mëparshme, duke goditur drejt për drejt Aleksandar Vučićin, por që në elementin kryesor mbetet vrasja e përfaqësuesit të Jugo Import, për një kompanisë industrisë ushtarake të Serbisë në Moskë, si rezultati një goditje drejt për drejt për qëndrimin zyrtar të Beogradit që të avancojë industrinë ushtarake me Kinën. Të lutem, qëndro dhe pak me mua, dua t'i bëj një pyetje Arditës. Ardita, si është pasqyruar në mediat serbe lajmi dhe a janë entuziast për blerjen e këtyre raketave balistike? Patjetër se po, normalisht që ka bërë bujën e saj blerja e raketave balistike në Serbi, edhe tek mediat, edhe tek shoqëria civile dhe njësit e rrethanave politike. Se i përket modernizimit të forcave ushtarake, siç thot presidenti Aleksandar Vučić, kjo ide është mbështetur dhe zërat janë të njëjtë, se duhet investuar në kapacitetet e modernizimit të ushtrisë, duke ditur se edhe shërbimi ushtarak serbi tani më do të jetë obligativ për shtetasit serb, dhe se duhet mbrojtur shteti nga kundërshtarët fqinje në rajon. Do thotë entuziazmi është tek populli serb, çdo herë opozit bëhen bashkë kur vjen në pyetje ruajtja e stabilitetit të shtetit. Okej. Mirë, të falenderoj shumë Ardita për lidhjen direkte edhe sqarimin. Drizan, një koment shumë shkurt të lutem, pse shqetësohet Kroacia? Për arsye që gara ushtarake mes Serbisë dhe Kroacisë është ekuivalente me dy fuqitë në rajonin Ballkanit Perëndimor dhe impakti i goditjeve të mundshme të ballafaqimit do të jetë shumë më i madh me impakt më të gjerë, duke ditur edhe për bazë që Serbia do të avancojë dhe do të tentojë që të paraqesë një situatë kaotike dhe të shfrytëzojë momentumin për të destabilizuar Ballkanin Perëndimor në periudhën 2027-2028. Falenderoj Drizan edhe për kohën edhe për gjithë sqarimin. Përshëndes. Shumë shkurt, regjia do më ndihmoni pak me konferencën e kryeministrit Rama. Nuk është pyll, po që është një tjetër lojë, e kuptojnë që aty nuk mund të marrësh fjalën për procedurë edhe të mbash peng parlamentin me orë të tëra, e kuptojnë që aty po nxorret celularin
të vjen dikush nga mbrapa thot nuk është këtu vendi për nxjerrë celularin, Parlamentin Evropian. Dhe kuptojnë dhe gjëra tjera dhe pastaj vjen momenti, bëhemi dhe ne me zgjedhje për Parlamentin Evropian dhe kemi dhe ne deputetët tanë. Çfarë pengese ka këtu, apo u shqetësuan molotovarët se u prish ëndra e madhe e tyre që e marrin zvar, duke marrë zvar ca të verbër në rrugë, vetëm për të nxjerrë fotografi si digjen kazanët e Tiranës, dhe se si gjuhet me molotov, edhe se si po bllokohet këtu lufta kundër korrupsionit. Ndërsa për sa i përket rafinerisë, nuk kemi një projekt konkret, kemi pasere interesime, por nuk kemi një projekt edhe për shkak se rafinerit, besoj e dini, janë gjithmonë më pak tërheqëse në kontekstin e proceseve që ka Europa, në kontekstin e proceseve që kemi ne dhe për momentin nuk kemi në një gjë që t'ju them që po është konkrete. Sepse ka dhe gjë tjetër që keni parasysh që ne kemi një avantazh shumë të madh për faktin që jemi një vend me energji të pastër 100%. Futja e një komponenti si rafineria e ndryshon atë përmbajtjen e portofolit tonë energjetik. Edhe kjo ka të mirë dhe veta përse i përket impaktit e rafinerisë, por ka dhe të këqija dhe veta, se pastaj futesh në listën e ndotësve, dhe ndotësit paguen më shumë me çfarë është bërë gati në Bashkimin Evropian. Përsa i përket atij faktorit publik që thash, nuk kam çfarë të them në gjë më shumë, sepse është diçka që po e bëjmë gati, thjesht do të ndërtojmë një strukturë, besojmë që e kemi një strukturë që mbi cilën mund të futet dhe ky komponent, që të marri fuqinë dhe mandatin zyrtar për të bërë garantusin e sasive të naftës që i duhen tregut që të balancohet. Besojmë. Dhe kjo është një praktikë që e kanë shumë vende, nuk është diçka që do e shpikim ne. Nuk është konferenca vitit të ri, kështu që nëse ka ndonjë gjë që nuk u tha, bujrëm, po mos përsërisim pyetjet. Bekim Bici nga Ora News. Zoti Rama, prej disa ditësh sistemi i Parlamentit të Shqipërisë është jashtë funksionit, kjo për shkak të një sulmi kibernetik, po ashtu nga Irani, për cilët thatë ju që do të ndërmerr një rezolut ndaj këtij shteti. A ka qeveria një plan për mbrojtjen kibernetike, pasi duket që mbrojtja kibernetike aktuale, të paktën referuar mbrojtjes nga sulmet nga Irani, duket se po dështon? Kush e thotë, apo? Sulmet e një pasnjëshme. Ashtu. Mirë, në minutat në vim do të flasim për ndarjen nga jeta të Gjuana Nikollit, e cila ka ngritur shumë pikpyetje për mënyrën se si ka ndodhur, pse vendosi të vetvritet dhe a ka pasur apo jo konflikte me palë të treta. Kam në një lidhje direkte Brigilda Dedun, po ashtu Aida Topallin, Pranvera Dhima është me mua në studio dhe Mirela Jorgo. Mirëdita të gjithave dhe faleminderit për kohën tuaj sot. Brigilda, po e nis me ty. Cilat janë informacionet më të fundit që ke mundur të mësosh nga ngjarja? Po, Sidorela, të përshëndes, me lejo në fakt ju shpreh ngushëllimet familjarëve të Gjuana Nikollit, në fakt një ngjarje e rënë që ka tronditur të gjithë qytetin e Lezhës, edhe pse në fakt Gjuana ishte transferuar të jetonte drejt Tiranës. Ky kishte qenë vendimi i familjarëve të kësaj të fundit për ta dërguar atë në Tiranë, pasi sipas familjarëve kanë treguar që ish bashorti i saj e shqetësonte her pas here dhe pas ndarjes së tyre. Eraldo Fizi dhe Gjuana Nikolli janë njohur
me njëri tjetrin që prej gjimnazit, kanë kurorzuar dashurinë e tyre me martesë në qershor të vitit 2025, martesë e cila zgjati vetëm 3 muaj e më pas ndarjes familjarët vendosin që ta largonin drejt Tiranës. Fillimisht Gjuana ka jetuar me një nga motrat e saj e cila jetonte në Tiranë dhe ishte e martuar e më pas ka vendosur të transferohet drejt një banese me qira ku jetonte së bashku me një mikeshën e saj. Edhe gjatë kohës që ajo ka qenë në Tiranë, gjeti punë për të përballuar jetesën pas ndarjes nga ish bashortit, bëhet me dije se ajo punonte në një shkollë, po nga ana tjetër familjarët kanë treguar dhe të afërm të saj kanë treguar që këtë të hënë në fakt Gjuana priset të fillonte punë pra një zyre noterie në profesionin e saj pasi kishte mbaruar shkollën e juridikut. Me 8 mars ajo kishte festuar me të gjitha koleget e saj të punës, e ndërkaq një ditë më vonë ish bashorti i saj kishte kontaktuar sërish Gjuanën, kishte shkuar poshtë pallatit për ta takuar dhe e shqetësuar, në fakt e kishte shoqëruar edhe shoqja e saj që ndanin qiran e banesës. Më ndaj 2-3 detaje rreth një letre për cilën po përflitet shumë. Po, ka qenë një letër në fakt që Gjuana ka lënë për familjarët e saj, rreth orës 7 të mëngjesit, pasi është siguruar që shoqja e saj ka ikur në punë, Gjuana e vetme dhe nën presion të madh psikologjik ka konsumuar fostoksin. Dhe gjatë kohës nuk dihet në fakt nëse letra është shkruar para apo mbrapa, por ajo ka marrë me njëherë në telefon motrën e saj që jetonte në Angli, duke i treguar për aktin e vetflijimit. Në letrën që ajo ka lënë për familjarët ka treguar që nuk duron më, pasi ishte keq trajtuar. Gjuana kishte shenja të dukshme dhune në zonën e kyçeve të duarve, në këmbë edhe në trup. Nuk dua të më lëndojnë më ata që më kanë lënduar, për në të gjithë letrën Gjuana ju ka kërkuar falje vazhdimisht familjarëve të saj, pasi unë ka thënë nuk ju kam turpëruar asnjëherë dhe jam munduar të bëj atë që ju më keni bërë deri më sot, më keni shkolluar, por unë ju kërkoj falje për të gjithë këtë kalvar vuajtjes që unë ju kam dhënë deri më tani. Ishte gjatë gjithë kohës falenderuese për familjarët e saj, për shkollimin, pasi duhet themi që familja e saj nuk ka qenë në gjendje të mirë ekonomike, por kjo nuk i ka penguar as pak familjarët që Gjuanën dhe motrat e saj ta shkollonin. Edhe diçka tjetër që dua të shoj Sidorela, familjarët e Gjuanës kanë qenë gjatë gjithë kohës në djeni të çdo lloji problemi që ajo ka patur, kryesisht motrat e saj, dhe për këtë arsye vendosën ta largonin drejt Tiranës. Gjuana kanë thënë familjarët e saj që nuk ka qenë kurrë në gjendje depresive dhe nuk ka marrë asnjëherë mjekim, e po ashtu kanë mohuar edhe faktin e një shtatzanie të mundshme ku në fakt u bë një nga titujt më kryesor gjatë këtyre ditëve. Ndërsa sot në orën 6 të mbasdites në qytetin e Lezhës do të bëhen edhe homazhe nga vetë qytetarët për ndarjen nga jeta të parakoshme të Gjuana Nikollit. Bëre mirë faktikisht i dërgojmë ngushëllimet tona të gjithë familjarëve të Gjuanës, sepse ka qenë ngjarje që ka bërë shumë bujë për mënyrën se si ka ndodhur, por me të gjitha për faktin që një vajzë kaq e re duhet shkojë drejt vetflijimit për shkak të dhunës që kryet ndaj saj. Faleminderit shumë Brigilda. Aida, se nuk dua të të marr shumë kohë edhe ty të lutem, a mund të ndalesh pak në 2-3 detaje me mua e para që familjarët, siç tregoi Brigilda, nuk është se kanë qenë të painformuar, motrat kanë ditur diçka rreth dhunës që i ushtroi vazhdimisht apo dhe mënyrës se si kishte përplasje me partnerin. Ndër të tjera, familjarët në momentin e parë thanë që e kanë gjetur me shenja në trup në momentin që është ndarë nga jeta dhe kanë dyshimet e tyre për mënyrën si ka ndodhur ngjarja. Në fakt, Sidorel, kjo është edhe një nga diskutimet apo pika që unë kam mëshuar edhe fort për ditë, pra kanë qenë në dieni familjarët të gjithë kësaj dhune të vazhdueshme të ushtruar nga ana e Eraldo Fizit ndaj ish-bashortes së tij të lirës tashmë, për fatkeqësisht e gjej rastin edhe unë të shpreh vështrime familjarëve, Gjuana Nikollit, por në asnjë rast nuk e kanë denoncuar të dhunë. Të paktën nga informacionet që kanë marrë, qoftë në drejtorinë vendore të policisë së Lezhës apo qoftë në drejtorinë vendore të policisë së Tiranës,
nuk ka pasur një denoncim të mëhershëm, por në denoncimin apo në marrjen në pyetje që është bërë fill pas ngjarjes së Rom, pra fill pas i ka ndruar jetë Gjuana Nikolli, familjarët, por edhe shoqja e ngushtë, kanë deklaruar përpara hetuesve se ka pasur dhunë të vazhdueshme dhe kjo është edhe arsyeja se përse kanë shkuar drejt një divorci. Ne shpesh kemi parë si doreri që ka vajza dhe gra të cilat mësohen me dhunën ose e te i kalojnë dhunën me një formë tjetër. Ndoshta duke gjetur mënyrën për të duke u ndarë apo duke i dhënë fund një marrëdhënie që në fakt është edhe patjetër një nga mënyrat më të mira për sa kohë një lidhje, qoftë e kurorzuar në martesë apo qoftë jo e kurorzuar në martesë, nuk shkon. Mirë po, fakti që ka pasur një përndjekje të vazhdueshme, sepse familjarët dhe shoqja e saj flasin për një përndjekje të vazhdueshme, prap të lë atë pikpyetje se përse nuk ka pasur një denoncim, qoftë edhe nga ana e vet 25 vjeçares përpara se sa të shkonte drejt aktit të vetëkrimit. A ka pasur të bëjë me një lloj mentaliteti, pra që është të shkosh të denoncosh, apo nga ana tjetër mund mos ketë pasur edhe besim tek institucionet. Ama gjithsesi në asnjë moment Sidorel nuk u mor guximin që të shkohej edhe të denoncoj, sepse ndoshta mund të ishte parandaluar. Megjithatë, tani patjetër ne gjithë komentojmë, flasim, por më shumë kjo le të shërbejë si një rrugë që ata që janë në një situatë të tillë mos të zgjedhin rrugën më të shkurtër, por të shkojnë tek institucionet, jam e bindur dhe të paktën nga ajo çfarë kam parë viteve të fundit, dhuna në familje, dhuna ndaj grave, ka një prioritet sa i takon organeve të zbatimit të ligjit, qoftë policisë, qoftë prokurorisë apo qoftë edhe gjykatës. Është e pamundur për hir të së vërtetës të shkosh në ato dier, të raportosh dhunën dhe ti të mos marrësh një urdhër mbrojtje. Por çfarë do lloj dhune? Qëndro pak me mua, Aida, se dua të pyes pranverën e cila është këshilluese për ndërimit dhe ndoshta na ndihmon pak me detajin e pse familjarët janë në dieni dhe heshtin, se nuk është se ka munguar komunikimi, pra ajo ja ka rrëfyer. Tani nga kronika del që kur ajo ka informuar pak më tepër motrat, i ka përfshirë. Një element që unë nënvizoj në raportimet të ndryshme që dëgjohen, që përsëritet në mënyrë të vazhdueshme, janë elementet e fajt dhe të turpit. Këto janë shumë të rëndësishme në mentalitetin ton, dhe sidomos në zonat që janë pak më të thella, apo se që vinë nga një kontekst social, ekonomik, pak më i ulët. Pra, akoma nuk kanë arritur në ndërgjegjësimin që unë nuk duhet kem faj dhe turp për të kërkuar ndim. Ndim tek organet kompetente, ndim tek psikologu. Më bëri shumë përshtypje një element në fakt që motra e saj të ndjerës shprehej që ajo nuk ka patur asnjëherë depresion dhe nuk ka marrë mjekim. Më fal, të kesh depresion. E para njërë nuk ka si ta di dikush që nuk është ekspert i fushës. Eksakt. Ka pasur apo jo depresion. Kur është diagnostikuar ajo që u vlerësua që nuk kishte depresion. Pse e them këtë? Është e rëndësishme të kuptojnë depresioni nuk ka brirë. Shenjat e depresionit janë një konsumim i lartë emocional, një frikë e vazhdueshme, që mund të jetë imagjinare ose e vërtet. Pra, një tensionim i vazhdueshëm, një mungesë aftësie për të qetësuar dhe për të patur gjërat në kontroll. Dhe nuk do të thotë që fakti që ajo ka shkuar në vetë flijim nuk ka dashur të vdes, ajo nuk ka gjetur një mënyrë tjetër se si mund të jetojë. Kjo më tregon mua që ajo ka patur një konsumim emocional të jashtëzakonshëm, është lodhur duke u përpjekur dhe nuk ka parë më zgjidhje. Dhe pikërisht, këto janë shenja të një ankthit lartë, të një depresioni dhe patjetër që mund të ishte ndihmuar nëse do ishte bërë, le themi, më e dukshme kërkesa e saj për ndihmë, përfshirë dhe organet kompetente, pasi nëse ato do hynin në skenë, më pas do mund të drejtohej tek personat kompetent. Prindrit, pse nuk janë shpeshherë të informuar të përfshirë, është për shkak sepse është normalizuar kultura heshtjes. Pra ne heshtim, ne nuk i nxjerrim problemet tona familjare jashtë mureve të shtëpisë. Dhe kjo është shqetësuese në fakt jo vetëm për brezin e prindërve që janë, le të themi, mbi 50-at, por edhe për shumë prindër që janë të rinj sot, refuzojnë të çojnë edhe fëmijët e tyre për ndihmë dhe mbështetje psikologjike, sepse kanë frikë të dalin edhe prindrit edhe motrat që kanë pasur informacion. Tani sa vlen kjo që të vëmë mbi shpatulla dhe barr, nuk shërben kjo. Megjithatë, ne duam të sensibilizojmë ato që janë jetë akoma të gjalla që janë duke vuajtur. Duhet të kërkojmë ndihmë. Koncepti i turpit dhe kjo frika dhe heshtja që i mbulon njerëzit për hir se do e marrin vesh opinionit të tjerëve, do na cënohet ajo figura, imazhi që ne kemi, po kush po pyet për këtë imazh hipokrizie kur ne jemi në vuajtje dhe duhet të heqim dorë nga këto maska. Në momentin që personi në fjalë i ndar nga jeta në këtë rast gjendet me shenja dhune, Mirela, e para, a duhet që familjarët ta bëjnë një denoncim në polici pavarësisht se i riu është në kërkim,
si kryen hetimet, si shkon çështja, ngjarja? Atëre, para njërë duhet pyetur eksperti mjeko-ligjor. Ka hartuar ekspertizën, në momentin që merret kufoma, bëhet një ekspertizë mjeko-ligjore për të parë sa çfarë shenja dhunesh ka, në bazë të raportimit që bën eksperti mjeko-ligjor, për të kuptuar këto shenja nga kanë ardhur si rrjedhoje në një dhunë të ushtruar, apo kanë ardhur nga rrethana të tjera. Të gjitha këto përshkojnë nga ekspertiza. Në momentin që ekspertiza paraqitet, atëherë familjarët në bazë të kësaj ekspertize dhe dyshimeve të veta mund të ngrenë një pati për arsyet, po unë një gjë nuk kuptova, kush ka qenë arsyeja e prishjes së martesës e 5 muaj kanë që, domethënë, kanë qenë të martuar dhe janë ndarë brenda 5 muajve. Domethënë, është qartë arsyeja pse? Okej, dhuna thon motrat, domethënë. Jo, është gjetur me shenja edhe në trup. Kush e në momentin që është ndarë nga jeta, familjarët kanë dalë dhe kanë thënë kemi gjetur me shenja. Është e rëndësishme ekspertiza mjeko-ligjore. Domethënë në këto momente për mua dhe për opinionin publik do të ishte më mirë të pyetej një ekspert mjeko-ligjor që të shikojë nga ato çfarë pretendojnë familjarët që ka patur dhunë, domethënë ka patur shenja në duar dhe çfarë nxjerr ekspertiza. Në momentin që unë e shoh si avokate çfarë shpreh ekspertiza, atëherë duhet të gjykoj dhe palën tjetër që vërtet ka qenë dhunë e ushtruar nga bashorti. A duhet të bëjë rëndësim familja e para? Në qoftë se ka dyshime dhe prova, po. Në qoftë se kanë dyshime dhe prova, po. Letra nuk është mjaftueshme? Jo, nuk është mjaftueshme si provë. Sepse është thjesht duhet provuar ajo çfarë shkruan në letër. Që do të thotë, duhen sjell prova për të parë sa ka qenë e përndjekur dhe si ka qenë e përndjekur. Si kanë qenë të përfshirë familjarët dhe si ka qenë situata deri në agravim që ky çift është ndarë brenda 5 muajve. Dhe tjetër që doja të shtoja, në një afat kohor të shkurtër 5 muaj, këshilluesit e martesave din shumë mirë, po të paktën dhe nga eksperienca dhe përvoja jonë, që kemi dhe fëmijë, kemi kaluar martesa, martesat ka një lloj krize, po unë nuk e kuptoj pse kaq, se me sa ka marrë vesh vajza me djalin kanë qenë shok klase, janë dashuruar që herët, që në moshën 17-18 vjeç. Ka pasur dhunë në çift. Kjo është arsyeja pse është ndarë. Nuk e thonë gazetarët që ka pasur dhunë. Unë nuk e di ekspertiza. Ekspertiza çfarë familjarët po thonë. Po, nëse ekspertiza e provon këtë që thonë familjarët, atëherë është një provë shumë e saktë për ta çuar në gjyq. Në bazë të kësaj ekspertize mjeko-ligjore, atëherë po. Fakti që ai djali është zhdukur se një njeri që s'ka kryer, po. Ka tjetër që po. Elsa Ballauri është me ne në një lidhje direkte. Thuaj Elsa. Okej, është Aida. Ta përshëndes zonjën Elsa Ballauri, vetëm një sekondë Aida, se e kam në një lidhje direkte. Mirdita, mendova që ishit ju që ndërhyt. Faleminderit për kohën sot. Nuk e di dhe unë se kur duhet të ndërhyja. Ja, s'ka problem. Ja, për një moment. Ta dëgjoj Aidën, meqense se kërkoj fjalën shkurt dhe pastaj kaloj tek ju. Po, Aida. Së pari njerë, Gjuana Nikoli ka shkuar në qendrën spitalore universitare Nën Tereza me shenja të dukshme dhunë. Nga ana tjetër ka një detaj shumë të rëndësishëm. E shkëtu Mirela. Patjetër që ka një kartel mjekësor. Aida, ka një kartel mjekësor të vizitave të datës të firmosur nga mjekët? Patjetër që ka një kartel mjekësor, por megjithatë më lejon ta përfundoj deri në fund. Unë po pyes nëse do të isha në rolin e gjykatësit dhe nëse do nisesha nga ana juridike. Kupton, nëse ka një denoncim, ja ta përfundoj atë se çfarë nisa të them që ndoshta edhe ju të sqaroni. Vajza të paktën nga informacione që unë kam arritur të marr, duke qenë se në bazë të asaj që Brigilda tha, shoqja e vet ka shkuar në banesë dhe ka gjetur në kohë dhe me shenja jete, ka shkuar e gjallë në spital, ka qenë edhe e vetëdijshme kur ka shkuar në spital dhe ka deklaruar përpara bluzave të bardha, por edhe përpara oficerit që gjendej në atë moment në qendrën spitalore universitare Nën Tereza se shenjat e dhunës janë shkaktuar nga ish-bashkëshorti dhe arsyeja se pse ka konsumuar postoksin ka qenë dhuna e vazhdueshme e ish-bashkëshortit. Nga ana tjetër, edhe familjarët së bashku me shoqen e ngushtë që jetonte në Libanes me 25 vjeçaren kanë bërë një denoncim në komisariatin nr. 2 të policisë ku kanë kallëzuar dhunën e vazhdueshme. Okej, këto janë prova, nëse bluzat e bardha. Më fal, nëse bluzat e bardha, nëse kartela mjekësore që vajza e ndjera është vizituar, atëherë këto janë prova që familjarët duhet i mbledhin
një nga një që të paraqesin akuzën për... I ka dupi jetimore, po s'ka nevoj fare të mbledhin familjarë. Akuzën kush do ta ngrej? Akuzën kush do ta ngrej? Një sekond. Nëse do ta ngrej prokuroria, okej. Policia e Tiranës, në momentin që kjo ngjarje ka ndodhur, së shumë e thjesht procedura standarde, në momentin që në qendrën spitalore, sidomos në repartin e toksikologjisë, djegje plastikës apo traumës, paraqiten njerëz të cilët kanë konsumuar ose janë djegur ose kanë shenja të dukshme. Po pra, është prokuroria, është policia, policia ja përcjell prokurorisë. Prokuroria merr masa dhe policia nis patjetër një procedurë paraprake. Po pra, mban një raport policia. Oficeri atëre edhe një herë. Po, edhe një herë. Policia do mbaj raport. Raporti përcjellet prokurorisë. Po, I përcillet prokurorisë edhe me pretendime që mund të kenë familjarët që kjo ka ardhur si rredoje. Nga ana tjetër sekuestruar edhe telefoni I vajzës. Që mund të ndihmojnë në çështjen e hetimit dhe debateve që mund të ketë pasur atje. E kuptoj. Ta gjej pak zonjën Ballauri, po. Ndërkohë, ja një moment, Aida do vi prapë te ti. Po. Duke pasur të dyja këndvështrimet, Mirela e kuptoi që fleci teknikisht flet si një avokate e cila patjetër duhet të bazohesh në prova të caktuara të cilat duhet I ndjekësh, por unë nuk mendoj se ky rast duhet tamam mbetur edhe raste të tilla të ngjashme, sidomos në lidhje me punën ndaj grave, nuk duhet të rrim vetëm në aspektin teknik dhe të ndjekim në mënyrë të ftohtë ato, por duhet kemi një alert shumë të madh në momentin që edhe sikur e 100-ta e kësaj ndjesie të jetë se kjo femër ose ky person është dënuar, ne duhet të ngrem një alarm të madh. Sepse kuptohet që kjo është një gjë që po ndodh vazhdimisht, kuptohet se historia e gruas është kryesisht e lidhur, dhuna e gruas është kryesisht e lidhur, është historike, domethënë është një gjë e cila po vjen edhe po sofistikohet më shumë, pavarësisht anës tjetër, domethënë aktivizmit apo presioneve të shumta që bëhen për ta ulur ata. Në këtë rast unë mendoj se vërtet kemi një rast dhune. Edhe sikur mos ishte ashtu në disa gjëra teknike, mos jenë të plota ose mos jenë të mirë vendosura, mendoj se duhet jemi jashtëzakonisht të kujdesshëm dhe ta quajmë një rast dhune. Është e vërtet që ai djali tani po flas për prova, të cilat për mendimin tim nuk do desha të ngrija këtu çështjen e provave, se provat merren juristët dhe institucionet përkatëse, dhe sigurisht që duhet të jenë shumë të qarta provat të cilat do të vendosen në momentin që do bëhen gjyqi. Por në këtë rast flasim për një gjë më shumë se sa provat. Flasim për një pozicion, flasim për një përgjegjësi, flasim se çfarë pozicioni mbajmë ne, çfarë pozite duhet të ndjekim ne, si aktivist, si qytetar, si prindër, si komshinj, si miq, çfarë qëndrimi duhet të mbajmë ne si qytetar për të kuptuar që kjo gjë ndodh dhe si mund ta mposhtim. Nuk do ta mposht vetëm gjyqi. Gjyqi është një mënyrë shumë efikase e cila do ndodh përsëri thash në mënyrë të ftohtë, mbledh faktet, jep vendimin etj. Ka dy pikpamjet. Flas nga pikpamja juridike, pastaj si prindë dhe si grua edhe si nënë është tjetër gjë, pastaj jam shumë dakord, po unë mendoj se në këtë rast nuk duhet ndar pjesa juridike nga pjesa si nën, si grua, si qytetar. Unë them se të dyja bashkë duhen kombinuar. Pa I kombinuar, ne nuk do të jemi dot suksesshëm për të bërë këtë luftë të madhe kundër dhunës. Dhe kjo është ajo që unë do kërkoja nga çdo specialist, nga çdo jurist I cili është I ftohtë, prandaj themi që ka jurist, ka dhe human rights lawyers. Dhe ne duhet jemi të gjithë, duhet ta bëjmë të gjithë këtë grupin e madh të juristëve human rights lawyers, mendoj unë, sidomos në Shqipëri. Është e domosdoshme sepse ndjesitë të tilla nuk janë vetëm ndjesi, fakte të tilla të cilat cënojnë personalitetin, sidomos të gruas në këtë rast, po të qytetarit, nuk do na, nëse nuk I gjykojmë në këtë aspekt, në aspektin e të drejtave të njeriut. Ndjes, se u drejtova në emër, kam përshtypjen që avokatja po përpiqet të thotë që
përse bëhet një martesë për të zgjatur 3 muaj? Se në rast se ka pasur dhunë, ka pasur që më përpara. Jam në këtë linjë, këtë po përpiqeni pak a shumë. Kjo është shumë personale. Patjetër, edhe për këtë ja thash dhe unë më herët që nuk është si mund të ishte më pastaj. Unë mendoj që nuk është vendi për të ngritur pikpyetje, sepse një martesë ka zgjatur 3 muaj, 2 muaj apo 1 muaj. Por për arsye të shohim një njeri të shkojë deri në anën e vetvrasjes. Nga ana tjetër, më fal zonja Ballauri, nga ana tjetër ka pasur edhe dëshmi të tjera të dhëna nga familjarë të afërm të tjerë të 25 vjeçares që në momentin që është martuar ajo vajzë ka pasur dhunë edhe nga anëtarë të tjerë të familjes. Megjithatë nuk dua ta egzagjeroj për sa kohë nuk kam folur vetë me asnjë nga ata, por janë shkrime të bëra publike në media. Dhe ne nuk e dim çfarë ka ndodhur brenda atyre mureve për sa kohë nuk ka pasur një deklarim të mëhershëm. Qëndroj një moment. Sepse një sër faktorë. Ky fakti i heshtjes së gjithë familjarëve dhe hedhjes së një shashke dhe pastaj mosdaljes në skenë ka të drejtë Mirela që ngre pikpyetje. Pikpyetje lindin, po kjo mua më duket personalisht si një nga ato rastet, le themi, më të zbuluara, që ka më shumë dritë se shumë rastet të tjera që kanë përfunduar qoftë në vetvrasje, qoftë në femicid. Në fakt, ishte moment kjo që ajo ka zgjedhur të jap fund jetës përse nuk ka parë një zgjidhje ndryshe, por mund të kishte qenë edhe viktime vrasje, domethënë mund të ishte vrarë pikërisht gjatë procesit të dhunës nga ish partneri vet, ish bashkëshorti. Kështu që problemi nuk qëndron të kush e vrau dhe pse vdiq. Çështja është pse heshtin të gjithë ata që kanë parë që kjo marrëdhënie është disfunksionale dhe çfarë ka detyruar ose imponuar vijimsinë e kësaj marrëdhënie. Shpesh herë në veri të paktën ekzistojnë disa marrëdhënie të cilat ligjin e lën në plan të dytë, funksionojnë mbi baza morale, mbi baza marrëdhënie shoqërore, njohjesh, kanuni. Se baza rrinte në Tiranë, nuk është se po flasim për një pavarësisht se justifikojnë asnjë vend, po. Ne nuk i dim shumë dinamikat se si ka ndodhur. Po të rroshi vëmendjen komenti i Brigjildës, edhe i e kam parë kudo në media, sepse është trajtuar për disa ditësh si ngjarje, për 3 ditësh në mos gaboj, ku thuhet që motrat ishin në dieni. Tani që këtu tash këto motra, se shqyr zoti që ka motra dhe s'kishte kishte motra dhe aq më tepër që motra është një vend rrëfyes, është vendi më i sigurt ku motra është normalizuar koncepti i dhunës. Kjo është problemi. Sepse nuk e konsiderojnë personat të cilët rriten me elementet e dhunës, me praninë e agresivitetit, të zemrimit të vazhdueshëm, ata e normalizojnë dhe nuk e konsiderojnë si një gjë kaq tragjike për të marrë me të. Ndoshta edhe ato vetë, po spekulojët, të më ndjejnë. Edhe ato vetë mund të jenë rritur në një kontekst shumë të dhunshëm, mbase edhe partnerët e tyre mund t'i kanë rrarë. Ne njohim plot raste dhe kemi parë pafund histori kur thonë, po duroje se kjo është jeta, nuk do të gjë. Unë e mendoj se derisa janë presupozime ose janë hipoteza këto që themin në studio që me të drejtë psikologja tha që edhe ato mund të kenë patur incidente të tilla, se ne jemi popull Ballkanas. Nuk dua të justifikoj pjesën e gjakzet do të thuash. Jemi gjakzet si natyra dhe jam shumë e sigurt që 80% të çifteve në Shqipëri i përjetojnë ndoshta jo në ekstrem, po i kemi patur në marrëdhënie. Problemi është se në situatat në cilën jetojmë dhe mënyrën e ndjeshmërisë që mund ketë patur vajza, që s'ka arritur do ta përballoj këtë lloj presioni, se unë i quaj një lloj presioni për ndjekje, se fakti që ajo ka qenë martuar ka ardhur në Tiranë. Okej, ka shkuar pikë në fund. Janë shumë pikë pyetje dhe aq më tepër që ka qenë shok bange, shok shkolle, janë dashuruar që herët dhe fakti që ky nuk është se e ka reflektuar të menjëhershme gjatë martesës. Ky do të ketë patjetër që duhet të ketë patur reflektim, ata shkuan drejt kurorësimit. Pastaj pjesa tjetër. Elsa, se pastaj do t'i jap fjalën ai. Jo, desha të thesh, dua të them të çështja e fenomenit të dhunës, se sa i pranueshëm dhe i pranuar dhe i prezentësh ai në familjen shqiptare. Dhe ky është problemi. Unë mendoj se ajo vajza nuk ka pasur vetëm marrëdhënien problematike me të shoqin. Ajo duhet të ketë pas problematik edhe me marrëdhënie të jashtëzakonisht të ndërlikuar edhe me familjen e saj. Duke filluar nga motrat, edhe heshtja është një problem. Fakti që motrat mund mos kenë ose pamundësitë e tyre për ta ndihmuar, pamundësia e familjes për ta ndihmuar, sikurse tha edhe kolegi jam përpara, është vërtet ajo, ne nuk e trajtojmë dhe nuk e diskutojmë
fenomenin e dhunës. Dhuna është që nga heshtja deri në pjesën më të dukshme të saj. Dhuna është edhe kur ti e pranon atë sipas një rregulli të caktuar dhe nëna dhe babai thonë që po duhet të jesh atje sepse është zakoni. Edhe kjo është dhunë. Është një dhunë psikologjike sepse nuk i le personit asnjë mundësi që të gjejë rrugëzgjidhje, të ketë rrugdalje. Dhe unë mendoj se ajo është detyruar në një moment caktuar, ndoshta pas disa orësh nuk do ta bënte atë veprim, por në një moment caktuar të krizës së saj, të ngarkesës së madhe që ka pasur, po. Ajo ka vendosur të bëjë një gjë sepse nuk ka qenë mbrojtur nga askush. Qartë. Dhe ndoshta prerja e rrugëve të mundësisë që ajo të ndihmojë qoftë nga dikush, nga njëri i afërm i cili do ishte mbështetje, e ka bërë të ndihet shumë e vet. Uroj shumë po. Dhe le të jemi dhe këto raste duhen bërë rastet, janë shumë të rëndësishme rastet për të hapur debatet. Unë shikoj, janë një çift shumë i bukur. I shikoj edhe në pamje fizike të dy si djali dhe vajza janë vërtet shumë simpatik. Ndoshta në atë botën shpirtërore të gocës vërtet ka dashur dhe të shkoputet, por thellë brenda saj ajo s'ka hequr dot, janë ndjenjat ende që ajo edhe ka luftuar midis dashurisë dhe pjesës së kundërshtimit të është një luftë shumë e sakrifikohet gjatë gjithë kohës për mos e humbur si marrëdhënie. Mos e shlodër për një kohë shumë të gjatë. Po vazhdoni të takoheshin. Për shkak të ju kërkoj ndjes për shkak të minutazhit, duhet ju falenderoj. Faleminderit shumë Aida për gjithë informacionin, shumë të nevojshëm dhe të vyer. Zonja Ballauri jeni gjithnjë mik pritur. E di, të kërkoj ndjes, të kërkoj shumë ndjes. Po, faleminderit shumë. Uroj që të bëhet debat i hapur edhe më tutje, a? Po, edhe jeni të mirë pritura. Faleminderit shumë. Faleminderit. Vera, publicitet. Mirë, mi rikthyer do të flasim për ditën e verës, edhe për të gjithë këto traditat që ndjekim çdo 14 mars, atje ku disa thonë ndron gjaku, disa thonë ngrihen temperatura, disa thonë që ndihemi edhe më mirë psikologjikisht. Bona Michaeli është me mua në studio. Faleminderit shumë për kohën. Të përshëndes Merita Kullolli, kënaqësi, artizane. Ju merreni pak me këtë pjesën e bukur të ditës së verës, me verore, do të më tregosh një 2-3 detaje të bukura dhe interesante. Nuk mund të bëjmë emision për ditën e verës pa pasur lidhje direkte me Brunën në Elbasan. Bruna, të përshëndes. Ballokumet janë gati atje? Përshëndetje si Dorela. Ballokumet janë gati dhe këtë vit për ne i ka bërë zonja Sofia, e cila vazhdon të ndjek me fanatizëm traditën dhe recetën tradicionale të gatimit të tyre. Zonja Sofia, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne sot. Sa vite ke që gatuan ballokumet edhe kush u mësoi? Unë kam 33 vjet në këtë biznes që kam që punoj edhe më kam mësuar bjera ime, nana, gjyshet, si mas traditës që ka pas Elbasani. Ballokume më e mirë gatuhet me gjalpin, e mirë me vezët e fshatit, edhe me tenxherën e bakrit dhe me lugën e drurit. Tani pse kjo tenxherja e bakrit? Tenxherja e bakrit e ka gjithë sekretin se duke përzi sheqerin me gjalpin mas tenxherës së bakrit, ajo shkrihet dhe ballokumi aty ka sekretin, do të shkrijë sheqeri që të bëhet e butë dhe e shishme. Megjithatë, zonja Sofia, kemi kaq vite, sepse thonë që ne e mbajmë sekret recetën e ballokumës, por ne kemi kaq vite që e tregojmë recetën e ballokumës, pse askush nuk e bën kaq të mirë sa ju? Po ndoshta që ka shumë punë. Edhe ndoshta aty janë sekreti, ke lodhja që do t'i përkushtosh me gjitha. Qartë. Bruna. Ato ingrediente që do, kohën për ta përgatit, kohën për ta pjek, kohën për të ftohtë, dhe derisa dalin nga tepsia. Edhe shumë dashuri. Bruna, më trego pak, çfarë eventesh të tjera ka Elbasani nesër? Elbasani nesër në fakt dhe jo vetëm nesër, ka aktivitete që kanë filluar që nga 1 marsi, dhe këtu thonë që do vazhdojnë deri në fund të marsit, kemi një muaj fest, megjithatë në 1 mars ashtu si çdo vit të nisën aktivitetin shkollat, kopshtet, një larmi aktivitetesh që janë zhvilluar në çdo rrugë, në çdo lulishte të qytetit e Elbasanit, jo vetëm për t'i dhënë hovë dhe gjallëri qytetit, por sigurisht për t'u dhënë një ndihmë edhe bizneseve për të promovuar
bizneset, traditën për të promovuar këtu në qendër të qytetit e Elbasanit janë vendosur disa shtëpiza prej druri, të cilat ekspozojnë zonat kryesisht ato me potencial turistik, fshatra turistik, por edhe zonat fshatrat me prodhimtari më të madhe bujqësore, të cilat në ditën e verës do të ofrojnë edhe ato shportën e tyre tradicionale. Sonte na pret koncerti i madh i natës së verës, tradit, koncerti më i madh festiv që zhvillohet në Elbasan. Mira njerëz do të mblidhen këtu sot për ta pritur zgjuar ashtu siç e do tradita ditën e verës, ndërsa një sër aktivitetesh do të ketë nesër, nisin në orën 9 të mëngjesit dhe mbarojnë në orët e pasdites për të vijuar në 15 mars. Por ndërsa këtu nesër do të ketë 3 koncerte dhe ai sonte 4 koncerte dhe mira njerëz që do t'i ndjekin këto koncerte në shesh Elbasanasit, ashtu siç e do tradita, ashtu si edhe zonja Sofia na tregoi pak minuta më përpara, do ta presin në ato pikniqet e tyre në natyrë. Koha ka qenë shumë e bukur këto ditë dhe shpresojmë që kështu do të jetë edhe nesër për të pritur ditën e verës pranë palmiljeve të tyre në natyrë, por dua t'ju them edhe diçka. Janë të prenotuara të gjitha restorantet në qytetin e Elbasanit rreth e rrotull dhe po ashtu edhe hoteleria. Gëzuar edhe ty Bruna, se e di që ju në Elbasan e festoni më ndryshe dhe më hareshëm se çdo qytet tjetër dhe të përshëndes. Bona, është tradita apo çfarë? Pse ka ngelur Lërvita? Kur unë në radhë parë dua të them që në fakt festa e ditës së verës është një ndër festat më të bukura popullore këtu në Shqipërinë tonë të bukur. E megjithatë, rrënjët e kësaj feste në fakt janë shumë me shekuj përpara, biles përpara dhe krishterimi, do me thënë, ka qenë një fest pagane, që i dedikoheshet totalisht mbylljes së një sezoni, siç është sezoni dimrit dhe fillimi i pranverës, i verës, dhe normalisht, për shkak sepse ishte një fest pagane, adhuroheshe dielli. Pra, të pjesa që dielli është ajo energjia e ngrohtë, pozitive, që sjell jetën, që sjell ngrohtësi, që sjell shpresë. Dhe kjo ka qenë një fest pagane, normalisht është kthyer në një fest popullore, që normalisht ne festojmë çdo vit në Shqipëri, por dua të theksoj që kjo nuk është vetëm një fest shqiptare, por është një fest ballkanike, që për shembull në Greqi, në Bullgari festohet edhe në shumë vende të tjera të botës, kam pak a shumë të njëjtat tradita, por ne mund të kemi disa specifika. Ballokumen e kanë këta? Nuk besoj se kanë. Kemi vetëm ne. Kemi dhe verore. Vënd verore, kudo në botë? Po. Për ditën e verës? Po. Trego pak tani se ti ke marrë dhe këto mjetet këtu, si artizane, si ndërtohet një verore? Që të ndërtoj një verore, na duhet një filter, në këtë rast është i gatshëm. Po pra se ti e paske gati, se bëhet një bardh dhe një kuq që... Po, atë do thoje që këtë mund të realizosh edhe vetë, të pak të unë kur jam që në vogël kështu e kam bërë, realizoje vetë një të bardh dhe një të kuqe, edhe pastaj ne i bënim të thjeshta dhe pa detajet të tjera. Tani vitet kanë kaluar normalisht tonë edhe detajet që i bëjnë edhe... Dhe ja bësh një bonus tani? Po patjetër. Po ja një bonus tani në studio, ta shohim pak. Me çfarë detajesh e do bona? Do me gërmën tënde? Patjetër, me gërmën. Me emrin të plotë apo me bona? Po 4 gërma ka bona e bën. Okej, patjetër. Me 4 patjetër që faleminderit. Pse është kjo historia e heqjes verores? Kur shet dalë ndyshe? Po të shikojmë, në fakt, po të shikojmë edhe ngjyrat, edhe më pëlqen shumë, është ngjyra e bardhë dhe ngjyra e kuqe, që edhe kjo është tek pjesa e simbolikave që përfaqëson verorja. Unë mbaj mend kur kam qenë e vogël edhe gjithmonë kur vinte marsi, që shet vje verore. Me të vërtetë, edhe ishte shumë gjë e bukur, por simbolika e ngjyrës së kuqe dhe ngjyrës së bardhë, normalisht ngjyra e kuqe përfaqëson simbolikën e gjakut, të mbrojtjes, të shpresës,
kurse ngjyra e bardhë është ajo ngjyra e pastërtisë. Dua të rikthem tek e kuqja, tek kjo ngjyra e ringjalljes. Prandaj është shumë, pra vendosen këto verore dhe pastaj vendosen në pemë, dhe kjo normalisht simbolika e saj është ajo simbolika e një shpresë të re të vitit që është duke ardhur. Tani, këto ushqimet, se ekziston në ditën e verës, ka disa që bëjnë këtë gjën me lek, ku di unë për fat, ato vezët. Për shembull, vezët, sepse po ta shikojmë edhe simbolikën e vezës, veza është ajo simbolika e jetës, e lindjes së jetës, edhe normalisht zihen vezët, për shembull, edhe kjo ka atë simbolikën e... Po ta shikojmë edhe në fetë të ndryshme, për shembull edhe në festën e Pashkës, janë këto vezët. Por vezët nuk është domosdoshmërisht diçka që ka të bëjë me ngjyra dhe ditën e verës. Po, nuk ka të bëjë fare për shembull me Biblën ose me fen. Është një simbolik që i është shtuar, sepse normalisht veza simbolizon. Na vuri flakën Merita, po bën veroren tënde. Merita, sa verore bën? Në fakt këtë kam bërë vetëm një shkruaj për momentin, sikur s'po na ecë se filli dhe thash që mos të të... Po shumë mirë, vetëm e bënja ke bërë. Po, vetëm e bënja kam bërë dhe... Po, pas ke vëndi sa ju e shumë bukur. Tregoj pak te kamera? Po, patjetër. Ashtu, asë gjen kamera vetë. Ti e di rehat që ta mbaj kështu që duket shumë mirë. Okej, ashtu si po e mban, është pak e vështirë, do ta mbash drejt, mbaj drejt. Mund edhe të tregoj edhe këto, që janë kështu dhe mund të shikohet më qartë edhe më. Okej. Tani t'ja vendosim pak bonus tek Dora dhe më trego pak ndërkohë Merita se sa verore mund të bësh në periudhën e ditës verës, se aty janë. Veroret janë të panumërta, që është e vërteta gjatë ditëve të verës, se sidomos ditët e fundit, që neve e kemi kështu, në fakt shqiptarët e kanë zakon që çdo gjë ta lënë për minutën e fundit. Vetëm ditën e dieshme, për shembull, po marr një shifër kështu, kam realizuar 100 verore. 100 verore vetëm dje. Do të nxjerrësh nesër në shitje si faktikisht unë punoj online më tepër. Kam një faqe timen që lindi përpara 4 vitesh, edhe shumica e porosive të mia janë aty. Po, e pash që e kisha vëgjatë të sukseshme. Dua të kuptoj, ashtë fitim prurse të bësh verore, me thënë, sa sheti një verore? Faktikisht, unë një verore me emrin komplet të plot, është 200 lekë të reja. Atëherë, nuk është të bëj vetëm verore, faktikisht, në kohën e ditës verës, unë i përkushtojmë këtyre, duke qenë se unë jam edhe vajzë Elbasani, e lindur dhe e rritur atje, dhe normalisht nuk ka se si të më shpëtoj pjesa e verore. Qa gjera tjera të bukra bën ti për shembull, përveç veroreve? Fillimisht e kam ndisur me qëndisjet në Gjergjef, që janë certifikatat e fëmijëve gjëra të ndryshme të qëndisjeve, pastaj më tepër kam arritur edhe tek detajet e nuseve tani, që janë setet e gotave, ose tabakat e fejesave, gjëra të ndryshme të këtij lloji, shamit e nuseve po ashtu, e rashka. Këto detajet janë shumë bukura, se po shoh bonus ja ke qarë me lule, formë lule dele e ka përshtypjen është ajo, tjetra çfarë është? Gjithë tërfili, i themi ne. Ne ke edhe për fat bona. Super, është kjo verore janë ato që i bëjnë në çantë. Keq me vend e pema. Është bukur shumë, po. Është vërtet. Detajet i ke shtuar vet nga Po, detajet i kam shtuar vet, domethënë duke vendosur vetëm shumica e klientëve kërkojnë gjëra të personalizuara me emër dhe që emri mos duket kështu pas pak gjallëri, domethënë ti shtojmë diçka tjetër, një lule apo qof një nuse pashk, apo gjitha të fili si që është, janë normalisht detaj që i bëjnë edhe më të bukur edhe më të plot. Më mirë online? Besoj që po. Më mirë online. Nuk je kësa ides të dalë, të sheshi, ku ka njerëz? Jo, nuk jam, me thënë të drejtë. Unë kam marrë pjesë edhe në për panajire. Po, me pos, i dërgoj me pos. Unë kam marrë pjesë edhe në për panajire, por nuk e di, është më duket më praktike, do më thonë ajo që sepse në shtëpi ke atë mundësin të i përkushtohesh 100%. Vetës i bën? Si ja bën vetës? Po se është si këto e parukjereve që skrive, dentistit që jaron të regullezëm të veta, më tregon pak të i bën. Vete ngellë gjithmonë e fundi, mundohen që të kryoj për gjithë tjërët një herë, dhe pas taj... Familja të kërkojnë gjithë, kam përshtypjen. Pas tjetër që po. Cila është veruria me veçantë që ke bërë?
Veroja më veçantë që kam bërë është kjo me lule dele, që është me lule dele e madhe, do më thënë. Sepse këto të tjera po të vërshërë. Bora, të do nalësht të japim Bora Zemanit, se pas ke bërgata. Përse Duan nuk ja jap do të Dua Lipës. E të me ndonjë tjetër? Këto që janë, po thoja, me detajet e vogla që ndrojnë vetëm dorën. Ndërsa kjo ka një veçanti tjetër, duke qenë se rridhe varë është më e madhe, me detajet më të plata. Po, është pak e madhe. Unë jam për këtë stilin e kësaj që ka Bona. Edhe mua, më pëlqen shumë elegante. Do e bëni një urim për ditën e verës? Unë fakt, urimi im është që familje tona shqiptare të mos jetë vetëm një ditë ku ata të shpresojnë, por që ta kenë stilin e tyre të jetës, që çdo ditë ka shpresë, çdo ditë ne mund të duam njëri tjetrin, çdo ditë ne mund të shpresojmë më shumë. Kështu që ju uroj ditën e festës së verës edhe duajeni sa më shumë njëri tjetrin. Kaq me pozitivitet sa thua ti Bona, I kënaqen njerëzit që na ndjekin. Po, një urim edhe nga ti. Unë ju uroj një verë të mbarë dhe të bukur, paçin sa më shumë dashuri për njëri tjetrin, edhe ditë sa më të bukura. Merrni verorët e Merita se I bëka shumë të bukura, me vërtet. Ma bësh dhe një mua tani kur ta mbyllim programin. Përpara se të ndajemi, dua t'ju kujtoj edhe njërë tjetër Big Giveaway. Keni të gjithë mundësin të bëheni pjesë edhe të fitoni pse jo nëse keni pak fat. Mjafton të ndiqni hapat e nevojshëm në faqen e Big Brother, faqen zyrtare në Instagram. Big Giveaway lançuar nga Top Channel është tashmë live në faqen zyrtare në Instagram të Big Brother VIP Albania. Aty mund të gjeni të gjithë rregullat e detajet për të bërë pjesë të kësaj loje me shumë dhurata dhe shumë fitues. Hyni në faqen zyrtare, ndiqni kriteret e pjesëmarrjes dhe ndoshta nuk I dihet pse jo mund të jeni pikërisht ju fituesit. Faleminderit shumë për kohën. Bona, unë do hy tani, do të bëj tag ty. Ndoshta je fatsjellse. Bashkë do ndahemi këtu, gëzuar ditën e verës nesër, shihoni gjithë programacionin e Top Channel, sot në mbrëmje Goca dhe Gra, nesër Big Brother, të dielën portokalli, shumë për të ndjekur, shijuar, shikuar dhe kënaqur shumë. Bashkë jemi të hënën.